tani më thuaj ti një popull që edukon një muzikalitet tillë përmes poezisë, a ka nevojë 36 vjeç shtypet për dalë në protestë? Ne nuk kemi edukuar leximin e poezisë. Bëjmë mirë publikun budalla dhe pastaj për frazat, pastaj fillojmë bëjmë frazat gjithmonë budalla, që dhe krijohet një dialektik mes një publiku më budall dhe frazash më budall. Dhe sot ti mund t'japësh jo Big Brother, do ketë më keq. Ne do shojmë gjithmonë më tepër banalizim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe sot në këtë të mërkurë, e cila në fakt është edhe mërkura e fundit e këtij sezoni të Kinotekës Sol. Përballë meje si gjithmonë është kolegu Egon Loli. Ua, Viola, po si na e dhe këtë lajmin kështu, domethënë, pa pritur, pa, Sigur nuk e di. Si nuk i bëre gati dëgjuesit tanë që është episodi fundit i Kinotekës. Nuk u tha mas javën e shkuar, domethënë, që të beshin gati për episodin e fundit. Nuk e di si do ta presin tani. Po mund të shohin ritransmetimet, mund të shohin kanalet tona në YouTube, mund të shohin rrjetet sociale, i kanë mundësitë na shohin kudo. Tani mbase na shohin pak më rrallë neve të dyve në rrugët e Tiranës, po mund na shohin në rrugët e Jugut. Mund të thoja që mund të na shohin edhe në protest, madje. Pse jo? Edhe aty. Ej miq, si jeni? Unë uroj që t'jeni duke kaluar një pasdite të këndshme për gjithë ju që ktheheni tani, se është orari i kthimit nga puna, për gjithë ju që mund ta ndiqni nga plazhi apo nga kudo ku gjendeni. Shpresoj vërtet që sot të kalojmë një episod të këndshëm edhe reflektues së bashku këtu në valët e Radio Sol në Kinotek në Sol. Viola, ne kemi folur gjatë këtij sezoni të gjatë për pothuajse të gjitha disiplinat e artit këtu në Shqipëri. E shënqyllimi prej ditës 1 kur nisëm emisionin, kështu që natyrshëm do t'i preknim të gjitha këto. Përveç me sa kujtoj unë përveç baletit, për baletin s'kemi folur, por kemi folur dëndur për kineman, për filmin, kemi folur për teatrin pas kinemas, kemi folur për muzikën, kemi pas kompozitor, pianist këtu në studio. Kemi folur për pikturën, një tjetër lëmi e artit, shumë e rëndësishme. Dhe jo më kot sot si episodi fundit ne kemi zgjedhur që t'i rishikojmë edhe një herë, të reflektojmë edhe një herë për të gjitha këto disiplinat e artit si një rezume ose si një përmbledhje këtu në Shqipëri, në aktualitetin shqiptar, artin këtu në Shqipëri. Kështu që për këtë arsye un kam shumë kënaqësinë që të prezantoj edhe të ftuarin që kemi sot, që është studiuesi i filozofisë dhe përkthyes gjithashtu Elvis Hoxha. Elvis, faleminderit, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Tani e mora vesh edhe për mbajtjen e emisioneve. Shkurt, nuk e di, a do jem lartësinë e duhur që të shoh në gjithë këtë që keni bërë ju si trajektore, si të jetë mundur të flasësh vetëm për një fragment, që është fragmenti shqiptar, lokal, në përgjendjen e tij, duke referuar gjithmonë gjendjes këtyre arteve, që thatë, duke mos përfshirë skulpturën dhe arkitekturën, kam përshtypjen. Skulpturën edhe për letërsinë, se harrova ta përmendja sigurisht. Edhe për letërsinë. Nuk ta quaj, ta më që the filozofi, dhe filozofia shpesh është letërsi. Okej. Kështu që është problem, domethënë të kurzosh seansën tuaj 40 të sezonit me këtë kompleksi edhe artesh edhe gjendjesh të artit, gjendje lokale dhe gjendje globale, gjendje përjetshme dhe gjendje përkohshme. E para unë të kërkoj leje që të trajtohem me ti gjatë këtij podcasti. Pa problem fare. Dhe dyta, po ky është mendimi individual, duke u referuar mbase edhe pak diskutimit që kishim përpara se të fillonim bisedën, unë mendoj që sinqeriteti është lartësia e duhur për të trajtuar artin edhe për të trajtuar gjithçka me cilën ne kemi të bëjmë në realitetin e përditshëm. Kështu që për ta kthyer mbas edhe atë që po diskutonin pak paraprakisht. Nuk e di në dëgjova, po kënga e siglës hapse të Kinotekës është bërë me inteligjencë artificiale. Do doja ta nisja nga këtu, nga mendimi yt për këtë. Nuk e di se arritet ta kuptoj, ja mendova se mos e kishte kompozuar dikush, nuk e di. Tani mbasi do t'ju bëj një surprizë, do t'ju habis pak në përgjigjen time. Ne kemi kohë që jemi në krijimtari, jo me inteligjencë artificiale, por me sjellje artificiale të inteligjencës. Do thotë që dhe këtu artet, prandaj e thashë është problem të bësh një lloj kronize, një lloj përshkrimi, një lloj tabloje mbi gjendjen e artit sot, sepse ka kohë
që ne nuk jetojmë në kontakt të vërtet të vetëvetishëm me artin specifik që aplikojmë. Kështu që sjellja artificiale e inteligjencës muzikës ka filluar për shembull që kurse në Bullgari prodhoheshin ritme dhe meloditë, cilat transpozoheshin dhe pastaj shpërndaheshin gjithë Ballkanin. Ato që janë turbo folku. Që e njohim ndryshe. Kjo ishte tashmë një sjellje inteligjencë, një sjellje artificiale e inteligjencës muzikore. Okej. Absolutisht. Pra, nuk ne tani gjejmë për shembull që me inteligjencë artificiale mund ta fabrikojmë, por sjelljen tonë kemi të shumë të hershme. Sjelljen artificiale tonë. Sjelljen artificiale në lidhje me kompozimin. Tani fjala kompozimi është shumë e rëndësishme. Në veshët e mi, fjala kompozimi është një nga fjalët më të larta të njeriu, sepse në fundit kanë qenë për shumë kohë Deleuzian dhe vazhdoj të jem Deleuzian, do të thotë jam me filozofinë e Deleuzit, edhe pse nuk e meritoj sot sepse jam larg disiplinës estetikës, ka sa kohë që nuk e jap në mënyrë të vazhdueshme që të trajtoj filozof si Deleuzi, i cili ka punime shumë zhvilluara në filozofinë e kinemas ose në kinemat, themi për kineman, dhe ai ka punuar pikërisht për kompozimin shumë më tepër se të tjerët në koncept. Dhe e njëjta gjë ndodh me kineman. Ju nuk keni më kontakt me filmin në kuptimin normal. Po ne kuptimi normal, çfarë është kuptimi normal? Ne shkojmë në kinema për shkak. Është kuptimi normal është raporti që ka regjizori, skenaristi, montazhieri me dhe publiku me kineman. Ne jetojmë vetëm raportin që ka producenti me kineman. Okej. Në këtë sjellje, ju nuk shihni më film normal. Pra ju mund bëni pyetjen, si e keni ndeshur këtë pyetje kur bëri fjalë për pikturën, keni thënë që janë këto piktura abstrakte, është vepër arti apo jo. Për kineman se keni shtruar, por në fakt kriza, problemi më i madh për mua është në kinema. Ju duhet bëni pyetje çfarë është ky film? Ju shihni filma, të cilët, sa të mund janë filma tavoline. Përpara kemi thënë filma tavoline. Montazhi është tavolinë. Kur filloi kjo? Kur ne patëm mundësinë të bëjmë efektet speciale shumë thjesht. Kur njeriu filloi të lësonte punën me efekte speciale. Me kompjuter, ato CGI, imazhe të gjeneruara me kompjuter. Kur u fut te kompjuteri, pikërisht pra përdorimit artificiale të inteligjencës, atëre ne realizon këtë kompjuteri dhe realizon shumë mirë. Okej. Por duke u futur aty, kthimi në skenën reale, në skenën materiale, në teknikën që është në dimension realitetit, për masën realitetit ishte më e pamundur. Kështu tani ju do shihni vetëm filma të cilët nuk do të kenë më raport, do ta rimark këtë temë pak më ndryshe, nuk do të kenë raport me krijimtarinë e njeriut, pra skenaristit në kuptimin real të fjalës, por me një skenarist i cili punon në funksion të një regjizori që punon në funksion të producentit. A mund konsiderohet kjo humbje e thellësisë së filmit? Absolutisht. Pra, domethënë mund t'ju them dhe një eksperiencë përkohësisht eksperiencë time personale, shumë televizor sot smart, plazma nuk janë ende të rregulluar në raport me dimensionet e hapësirës, në thellësinë. E kanë 3D shumë keqe. Dhe ju shihni tamam sikur dy nivele, dy plane. Nga siç është ai televizori që kemi aty për shkakun. Nuk kemi tani një film ta shohim, unë ndjej veten keq, sepse dy planet kinemas, aktori që është në plan të parë dhe aktori në plan dytë janë në botë paralele. Dhe është e tmerrshme, njerëzit e shohin dhe nuk i prek kjo. Kur ne shihni film Agfa, prodhuar me Agfa. Çfarë është Agfa? Një nga pelikulat, filmat, siç ka pas plot. Kanoni siç ishin kamerat, produktet, kishte edhe lloj filmash, ne ishim te analogjiku. Dhe në një farë mënyre na vinte perceptimi i filmit nga rikompozimi nga 2D-ja e filmit. Pra, çfarë merrte përsipër, çfarë merrte përsipër thellësinë e filmit ishte ngjyra, domethënë efektet e brendshme të ngjyrës. Okej. Sot ne këto i marrim kaq të paketuara dhe nuk kuptojmë më se kemi lindur aty brenda. Do thotë, në një farë mënyrë njeriu po jeton tragjedinë e tij të madhe. Është i lindur për përdorim artificial të inteligjencës vet. Okej. Po nuk mund ndihet fajtor. Nuk ka arsye për të ndier fajtor. Pra, inteligjenca natyrore ka jetuar normalisht. Por, çuditërisht, ai është i dhënë të jetojë natyrshëm inteligjencën e tij përdorimin artificial të inteligjencës vet. Kështu që ambientohet me çdo gjë. Jepni çdo gjë dhe thoni, "Ky është vepër arti moderne, ky është film, ky është balet", dhe ai thot, "Po, dakord." Cili është rreziku këtu? Pra nëse
mënyra e tanishme e prodhimit të filmave, që nuk ngjan me atë dikur, që mbase ishte shumë më cilësore me kapacitete më të kufizuara teknologjike. Për cili është problemi në këtë rast? Ti the që ti shtoj diçka asaj të Violës që ta kuptoj dhe më mirë, the një frazë që më bëri përshtypje dhe dua të ngelem, bashkë kanë gjetur asaj që tha Viola. Filmi raportohet sot producentit, jo regjisorit. Dua ta kuptoj pak së bashku me përgjigjen ndaj Violës. Se përgjigja pikërisht nëse është po shpreha është shumë e vështirë të sintetizosh. Është shumë e vështirë të kthesh përgjigje ndaj një pyetje që është merak naiv, direkt. Nga pozitat e sotme, sepse je duke marrë përsipër përgjigjen që do t'i jepi transformimet për 40 vjet të artit, po them 40, që nga 80, vitet 80, dhe t'i japësh ti edhe i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm për frazën që thua për gjithë 40 vjet ndryshim, kur tjetri përballë, për shembull, ndoshta nuk e ka këtë merak, se ka pas këtë merak. E shtron këtë merak sot, por nuk e ka pas ta jetojë si progres apo regres. Atëherë po i kthehem pyetjes. Cili është rreziku? Pra kur unë thash Deleuze niset nga gjendja kinemas, ashtu siç niset janë disa kineastë, disa filozofë të cilët estetik, filozofë të artit, estetik, të cilët shtrojnë pyetjen mbi njësitë për kufizimet si thua e vet arteve. Okej, shumë mirë. Kur është shtruar për kufizimi i artit si pyetje? Ç'është arti? 2400 vjet. Pra, edhe Platoni shtronte pyetjen ç'është poema. Prandaj merrte vendimin të nxjerrën poetët jashtë qytetës sepse është imitim e tjerë. Pra kishte gjithmonë pyetje për çka prodhojmë. Çfarë aktiviteti mund të jetë shkencë, po e pyetja çfarë është shkenca në mënyrë permanente, ndoshta me boshllëq disa shekuj për kohën e mesjetës, dakor, sepse pati një zhvendosje të interesave të njerëzit, nga që krijua një botë disi, po themi feudale, fitoi një kish katolike ose një krishtërim pak më i dogmës, pati një lloj shturje të kuptimit të disiplinave. Por që në humanizëm me rindjen italiane rifuten lloj pyetjet. Çfarë është kjo që bëjmë? Ky art që bëjmë? Dhe pyetja çfarë është ky art që bëjmë? Që sot ne e shohim si turist kur shkojmë në Itali dhe shohim Firenzen, Venecian, Toskanën, Romën, shohim gjithë ato piktura. E po të shkoni më thellë, do shikoni format e instrumenteve muzikore. Po shkoni në Veneci, keni një muze muzikor të instrumenteve 1450-1600. Ka lloj kitarash mbi 60. 60 lloj kitare. Po, bënin eksperimente, një kitarë me bjes gjatë, me akustika, ata ishin si thua duke eksperimentuar aparatin sipas shijeve muzikore dhe dhënave të personit. Okej. Mora një shembull. Tani them, ky filozofi më vonë, këta të gjithë bëjnë pyetjen ç'është kinemaja. Po kur i referohen kinemas që bën inteligjenca natyrore e kineastit, që është skenaristi i erë. Çfarë bën ky skenarist i erë? Kur ky imagjinon skenën, mendojeni që ta shkruaj me fjalë. Ky e vendos veten në situatë njerëzore. Dhe po bën kamerën në mënyrë natyrore, pra me sytë e vet. Me sytë e vet të njerit. Me sytë e vet. Po e shpik kamerën aty për aty. Okej. Dhe ja çon pastaj i jep një trup skenarit dhe fillon skenarin teknikor-regjizorial. Po për të dhënë teknikor-regjizorial ai duhet mendoj lokacionet. Dhe shkon edhe mbredh, gjen lokacione të cilat e kënaqin kamerën e tij. Kamerën e tij letrare ose të letrarizuar. Tamam. Kamerën e tij me gërma. Dhe pastaj për ta pas më të lehtë, këshill që e japjon studentëve të kinemas kur do bënin skenarin, thosha, imagjinoni një aktor që ju e mendoni që ka këtë peshë ekzistenciale të personazhit që do ndërtoni ju. Pra një aktor që e ka peshën ekzistenciale, psiko-ekzistenciale të personazhit që do ndërtoni ju. Pra, që t'ia lësosh veten punës ti në kontakt me një aktor që mbase se takon kur në jetë, po e fut dhe ai të propozon ty sjelljet e veta. Pra, empirikisht ai të vjen si blok ndihimi, si personazh konceptual, thotë Deleuze. Dhe fillon e ndërton ky skenarist, çfarë bën ky? Ky në një farë mënyrë ka një hiç në faqe, se s'ka shkruar asgjë, dhe në fund fare ka një situatë.
Çfarë është ky përballë romancierit ose tregimtarit? Tregimtari është njësoj, vetëm çfarë ka më tepër bën hulumtim të frazës së mundshme të tjetrit, kurse ky bën hulumtim të portretit të mundshëm të tjetrit. Si skenarist, po. Okej, si skenarist. Dhe kur I ka bërë gjitha teknologjialin, vjen regjizori. Po, hyn në lojë regjizori aty, po. Çfarë bën regjizori? Regjizori fut kamerën e vërtet bashkë me ndriçimin dhe vjen e përmbush kamerën e lindur të skenaristit. Po. Do bëj një lloj sjellje, një narrativ të sjelljes, ëh. Nuk është kjo që them absolutisht e saktë. Kjo është një skemë kuptueshme. Po, është relativisht e saktë. Dhe kur I kanë bërë të gjitha këto, ju keni një film se ne bashkë jemi gjendur kur ishte vdekja e Godarit. Po. Okej. Dhe unë bëj referojmë pak, po e risjell në kohë. Ajo ishte një bisedë që kemi bërë rastësisht shpejt e shpejt. Po. Thjesht datonin vdekjen e Godarit. Jean-Luc Godard, regjisorit francez, po. Nëse të kujtohet, unë kam bërë leximin tani të një pedagogu të kinemas, që si duash analisti filmi, okay, dakor? Të skenës momenti kur bebeja, Brigitte Bardot, do hypi në skafin ku ndodhet producenti kinemas dhe regjizori teatrit që është burri I saj. Dhe si përfundim, Brigitte Bardot zgjodhi producentin, hypin në skaf. Vetë regjizori teatrit ose më mirë skenaristi që vinë nga teatri, iku me Fritz Langun. Fritz Langu është regjizori I famshëm I kinemas, së vërtet. Dhe ata të dy ikën të bëjnë një bisedë, kush regjizori I kinemas me regjizorin e teatrit, një bisedë të humbur ku do t'i deklaronin njëri tjetrit dështimin e tyre. Të dy u ndan nga kinemaja. Regjizori I teatrit u ndan nga gruaja e vet, që është Brigitte Bardot, ylli I kinemas së ardhshme. A thotë, domethënë e njofton Godari. Kjo do jetë ylli që do personifikoj, do mbaj peshën e kinemas. Dhe regjizori Fritz Lang thot edhe unë klasiku I kinemas në një farë mënyrë nuk do kem më kushte për të bërë kineman. Një nga skenat e filmit është një shprehje e Bergsonit, thotë kinemaja nuk ka të ardhme. Aty ku të treja në skenën e rivizualizimit të filmit, janë ato kinemat e vogla. Dhe kur këta të do të thënë të dy ikin drejt një pak a shumë pylli, referenca pyllit është shumë e fortë në filozofi, për referohem Heideggeri se ndoshta Godari nuk do donte ta thoshë këtë gjë. Pylli I zi. Por në anije në këtë skafin e vogël, pra producenti që Jack Palance, që vjen amerikan, e merr Brigitte Bardot franceze dhe largohen. Më në fund ne I gjejmë që këta të dy pra me Ferrarin, nuk e di me një luksoze këtij janë përplasur me një cisternë dhe vdesin të dy, producenti dhe kinemaja. Pra, njoftimi Godarit ky është. Dhe I Bergsonit, pra që kinemaja s'ka të ardhme. Bergsoni është ati një nga etrit shpirtëror Deleuze-it. Po. Okej. Kapitullin vete nuk. Okej, po Atëre. Godari po na njofton. Kur kinemaja Brigitte Bardot të trashtojë ndërtimin dramatik të personazheve të teatrit dhe sjelljen kompozicionale të kamerës dhe montazhit kinemas e Fritz Langun, kur të thotë të dy, do takohet me producentin dhe përplasen me naftën. E more përgjigjen Viola. Dakor? Perl. Në rregull. Prandaj kinemaja nuk ka të ardhme, jo më kotisht. Kinemaja ka gjithmonë të ardhme nëse njeriu përdor inteligjencën e vet natyrore. Por në rastin tjetër, edhe shpjegimi që ju I bët është faza e parë ishte kjo, faza e dytë. Pavajtur të përplasja me naftën. Me naftën kuptimin e parave të naftës. Po, parave të naftës, po. Ne shkojmë të përplasja me shpejtësinë e teknikës. Po. Dhe çfarë shohim filma sot? Shohim filma që s'janë blloqe ndihemesh. Atëherë ju thatë, do bëjmë një vizitim të gjendjes arteve. Dhe numëruam 6 artet, cilët sillen një art të 7. Po. Kur ju shihni Romën e Fellinit, Otto e Mezzo, këtë unë Vita e Bella, po. Po marr vetëm Fellinin sepse është, si thua, abuzuesi total I Romës. Do thotë është njeriu që e bën Romën sken. E përdor Romën. E kthen gjithë Romën në skenën e filmit vet, po. Morëm një italian të tipit Fellini. Tani marrim një tip tjetër, Sergio Leone.
Sergio Leone, italiani, do bëj filma në western, natyrisht në sheshet e Spanjës apo të Italisë, pak rëndësi kanë cinecittà, por do japi desertin, shkretirën. Njëri Romën 2800 vjet pa ndërprerje, me shtresa çdo gurë, çdo mur ka një vektor kuptimor. Dhe tjetri do ta bëj shkretirën lexim teksti. Dakor, madje është edhe një film tjetër, duhet të mbi titulli. I Felinit. Jo i Felinit tani, po prapë në shkretirë. Dhe çfarë bëri ky? Se më ka qelluar eksperiencat e një shkollë të gjimnaz, që ju vura të shifnin filmin, C'era una volta l'Uest ose Upon a Time West. Dhe nxënësit 17-18 vjeç u mërzitën nga filmi. Natyrisht që ndërpreva, ata se dinin që unë do jepja vetëm 10 minuta. Dhe është 10 minuta pritje, kur 3 bandit, 3 cowboy, do të vrasin një të katër që do vinë tren. Kur filloj të shpjegoj atë që pan, ata që po qeshnin, ranë totalisht në një qetësi dhe dëgjuan 1 orë e 20 minuta fjalë. Do thot, një brez 17-18 vjeç nuk duroj do të 10 minuta film dhe duroj muhabetin tim. Sepse ata pan atë çfarë nuk e shihnin me edukimin që kishin marrë për të parët. Ç'është i parit. Duke qenë se nuk e kanë edukimin se shohin, se ç'duhet shohin, se ç'kërkojnë shohin, nuk shohin në fakt. Në qoftë se i jep gjëra që nuk shihen, a janë të kënaqur, sepse nuk i shqetëson. Po i dhe gjëra që kërkojnë të shohësh, shqetësohen. Po i tregove se çfarë duhet shihnin, kthehen në inteligjencë më të afërt me veten, që është inteligjenca gjuhës, jo inteligjenca syrit. Inteligjenca gjuhës të njeriu sido që të jetë mbetet më e natyrshme, më natyrore. Prandaj ne sot i dërgojmë përmes teknologjisë, publicitetit dhe prodhimeve në produkte të cilët ja u shmangin kontaktin me gjuhën dhe me shqisën. Ata marrin blloqe jo ndijore më, jo kuptimore, po blloqe si thua të fiksuara, të tamam inerte, dhe i pranojnë natyrshëm se janë mësuar që t'i radhisin vetë. Kaq, të bëjnë montazh të gjërave që i din tashmë. Kështu që kur jep muzikë, prandaj u ktheva Bullgarisë, prodho ritme, me këto ritme, me një ritëm bën 20 këngë, dhe njeriu ri në një lloj, gjithmonë them për banalitetin, në ngrohtësinë e banalitetit, nuk shqetësohet. Qartë. Po i shqetësove, duhet ta mbash peshën e kuptimit. Ti thua tani të shqetësova me këtë imazh, hajde ta lexojmë tani imazhin për të vajtur te gjua që ty të afron me kuptimsinë e imazhit. Pra, të flasim në tinguj një gjë që si njema vizuale nuk e pranonte aq fort. Nuk e di jam i qartë apo jo. Pra pyetjet naive kanë probleme, pyetjet sinqerta direkte kanë problem se pastaj përgjigjet duhet të jetë shumë sintetike dhe shumë panoramike. Jo, natyrisht mua më vjen pyetja ç'është i pari. Ç'është i pari si shis. Ja. Eksaktësisht. Pra, e ke fjalën gjithmonë lidhur me kineman, lidhur me kineman, patjetër. Një kohë kam duke dhënë leksionin në Francë. E thosha që nuk ishte shaka krejt, edhe pse profesori tezës e merrte për gjysmë shakaje, nuk them që e mori krejt për shaka kur e mori vesh. Ne bënim aparej difuzion, domthonë flisim për aparatet dhe shpërndarjen e difuzionit, tamam siç e themi ne, shpërhapjen më mirë. Dhe unë i them në kuptimin se luajmë në këto kuptimet e fjalëve shqiptarët me etimologjit luajmë shumë, por në fakt unë kisha goxha serioze, nuk ishte nga këto lëret. Lëret e fjalëve, si ishte lojë fjalës, ha? Fjala aparare do të thonë që ti vë një ekran mes vetes dhe objektit. Dhe ekrani ka për qëllim që të mos japi ty kontakt direkt me objektin, por të japi kontaktin të tërthor të ndërmjetësuar. Pra edhe zhbëhet objekti, edhe njohja mbi objektin është një njohje e cila është nga subjekti i aparatit që është ndërtuar nga ne. Dhe në qoftë se ne i futemi kështu, domethënë ne në fakt shqiza e të parit kemi vendosur të parin. Si numër. Të parin, i pari njëshi domethënë. Pra, ne shqiza të parit përcakton faktin që i pari është aty. Kur ja filozofi, si thua para shumë, flas për dyshin që është dyshimi, flas për treshin që është lidhja e parit me dytin, do thotë matematika gjithmonë ka qenë 1 2 3, por nuk do jemi matematik këtu. Jo, jemi kinema. Të parit përcakton të parin që shohim dhe që në një farë mënyrë na bllokon kontaktin me botën.
Kontakti me dytin nuk do jetë kur kontakti drejt për drejt, do jetë kontakti dyshuar. I dyshuar interesante kjo. Kështu që aparati vet është A i pari dhe ky e ka çmenduar raportin me botën. Sa më shumë të vendosim të aparati inteligjencë, të delegojmë inteligjencën tonë, aq më shumë bota që është prapa do të shuhet. Pra nuk do jetë më bota. Kur jepja kinema, i thosha kineman me televizionin. Kinemaja na çon gjithmonë në ndërtimin e një skene, një shesh gjirimi që krijon një lokacion, një skenë, në cilin fusim personazhe, kemi futur një tekst i cili shkon bashkë me muzikën, e pasi kemi bërë këto, kemi dhënë një kuadër. Dhe kuadri duhet të jetë i tillë në kinema që të realizojë thellësinë e planeve, plani i parë, plani i dytë, ndoshta i tretë, duhet na qartësojë ne që ka një orshon në frëngjisht, ka një jashtë kuadrit. Pra jashtë kuadrit duhet jetë gjithmonë aktor brenda kuadrit, duhet kuptojmë që ka prerë ekrani, po ngjarja mund vi nga jashtë, dhe mbi të gjitha duhet të na krijojë distancën tonë si publik nga ekrani. Pra shqisa e televizionit, e kinemas, prodhon distancë në të gjithë senset, në 3 situash, në 2 drejtime pingule, mes meje dhe skenës për te ekranit, dhe mes kuadrit dhe botës që mbetet jashtë kuadrit, që është më shumë se kuadri. Në këtë logjik, televizioni nuk punon dot. Televizioni shka shuan rregullisht është pikërisht skena që është brenda. Dhe si e shuan skena që është brenda? Nga fakti i repetitivitetit, i përsëritjes, produksionit, i ritmikës që është gjithmonë e dim në shfaqja është në këtë kohë, do përsëritet javën tjetër, etj. Dhe nga fakti që çdo njeri e projekton një publik abstrakt. Pra shuan përmes përsëritjes në divanin tim dhe shuan përmes përsëritjes në spektaklin e studios. Kështu që televizioni dhe kinemaja këtë dallim kishin të madh. Kinemaja mbetet krijimtari e përhershme sepse aparati në një farë mënyre e fut brenda skenës dhe brenda shpirtit publikut. Televizioni një përsëritje e përhershme të dyja dhe mbetet ekran. Një përsëritje e përhershme nga të dy anët. Kështu që kemi tretje të botës në ekran. Pyetje, duke qëndruar te kinemaja, tani jemi në sezonin e verës, me pushime. Shkolla ka mbaruar, një pjesë e punëve kanë mbaruar, njerëzit marrin lejen e zakonshme vjetore, që i bie që kanë më shumë kohë të lirë apo jo? Kështu i bie. Dhe i bie që do të shkojnë me vrap të shohin filmat që kanë lënë pa parë gjatë vitit. Apo jo, apo nuk do të ndodhë kështu. Apo nuk do të ndodhë kështu. Pra në momentin që e lam, pra, te momenti se mos ju lodh me këtë bisede. Jo, absolutisht jo, përkundrazi. Kur e tham që bota u tret në ekran me teknologjinë, ne nuk mund të kalonim në mënyrë të pa menduar mirë këtë botë reduktuar në ekran ku ne nuk jemi më, po ne jetojmë aty, ne jetojmë gjithë rreth këtij ekrani. Ekrani mund të jetë Big Brother. Ne jetojmë në ekranet e punës. Por disa njerëz rim përpara kompjuterit. Këto ekranet e vogla. Ekranit e vogël, do ne rim përpara ekraneve dhe do stresohemi përpara ekraneve. Lodhemi se janë ekrane që në fakt lodhemi nga dëshpërohemi në kuptimin e depresionit, në kuptimin e parë të termit depresion që është dëshpërim. Dëshpërohemi, shqisat tona lodhen, hovet tona jetike treten, dhe ne bëjmë qenie që e humbin davan e projektim në të ardhmen dhe e humbin davan, po e them në këtë formë, e thellësisë në të shkuarën. Dhe kjo është gjë që ne e ndjejmë në përditshmërinë tonë fakt. Nuk është si shtam ekrani në një kosi, në singularitet, në simultanitet, në kosi e zhduk botën të vetvetja, edhe ky ekran kthehet në kohë në të tashme jashtëzakonisht reduktuar, sepse ka humbur projektimin në të ardhmen, nuk ka të ardhmen të projektueshme, dhe dim që është e përsëritshme, dhe duke qenë e përsëritshme, nuk kemi asnjë ndihim, asnjë ndjesi që të shpërbëjmë duke lexuar çastet të shkuarës. Pra e zhduk në të shkuar. Atëre, çfarë kemi zhdukur? Raportin me kohën. Kur të kthehemi në shtëpi. Qartë. Me këtë lodhje dhe këtë depresion, a do të mund të shohim një film të vërtetë?
E lëm këtu dhe e vazhdojmë pas hapësirës muzikore. A do të mundemi që të shohim një film të vërtet pikërisht në momentin që... Tani po vënë dyshim vete për gjithçka. Që kemi humbur raportin me kohën. Hapësira muzikore dhe rikthehemi. Mirë, ja u jemi rikthyer sërish në studio. Vjoj të jem me kolegen time me Violon edhe me studiuesin e filozofisë dhe përkthyesin Elvis Hoxha. E lam tek pyetja, kur njeriu e shkëput raportin e vet me kohën, a mundet që të shoh një film, të shoh, po them, në kohën e vet lirë, por shiko se çfarë thua ti Elvis në librin tënd Parapolitik 2 akte. Se kjo e zgjeron pak edhe konceptin e kohës lirë për cilin po flasim, nëse e keni kuptuar drejt. Në 3 veprimtaritë e tjera, në art, shkencë, politik, sado që të punoj, njeriu është në kohën e tij të lirë, pra fiton para duke bërë atë që i pëlqen. Duhet pranojmë gjithashtu se ka plot zeje të cilat e gëzojnë këtë virtyt, siç duhet pranojmë po ashtu se grekët e kishin zbuluar tashmë se politikani nuk duhet paguar, sa mirë do ishte dhe se artet duhet të ishin liberal, pra të ushqeshin prej lirisë së temës dhe prej fuqisë së talentit. Sa më shumë njerëz me pasion, aq më pak do të lipsej të paguaj puna me pasion. Sa më shumë njerëz që punojnë për të mbijetuar dhe jo për të krijuar, aq më shumë do të paguaj krijimtaria në 3 veprimtaritë e përmendura. Dhe në fund, e çdo të ndodhte po të ishte menduar se koha e lirë është koha më e zënë, do të kishim ndërtuar politikisht një tjetër kuptim të funksioneve të jetës. Pas punës, njerëzit do të vraponin në masë nëpër teatro, koncerte, kinema, librari, ndeja shoqërore, poetike për të rifituar kohën e humbur gjatë të përditshmes. Ndaj dhe nuk është e habitshme që një politikë e keqe të shkatrojë teatrin, pasi i do njerëzit jo vetëm të mbyllur kur janë në shtëpi, dhe ti e ke fjalën për pandeminë në kontekstin kur shkruan, e në punë, por pa horizont dhe kur janë në zemër të qytetit. U zgjerua shumë. Gjithsesi doja të jepja një kontekst të kohës lirë. Ka të bëjë me pyetjen që si u shtrua nga ju, shumë e thjeshtë ju thash, ky njeri i cili është i stresuar, ky njeri i cili është përpara ekranëve, ky njeri që s'ka më të shkuar edhe më të ardhmen, do të thënë i depresuar siç është. Po e pyete çfarë do bësh sot mbrëmje, ju them ai do shohë Big Brother, sepse Big Brother është prap një mbyllje e njeriu. Dhe do thotë, filmi nuk e duroj dot. Pra, një dëshpërimi nuk është gjendje trishtuar e mërzitur e njeriu. Është gjendje që ka zhdukur thashove etike. Një film i vërtet është një peshë psikodramatike. Është një pyetësim që njeriu bën në kuptim ekzistencial. Ne e kemi përjetuar Viola që një film i mirë është një film që të angazhon, pra nuk e sheh në mënyrë pasive. Të angazhon, edhe të lë të mendosh aty edhe pasi përfundon. Po kur ti ke bërë punë e cila nuk kërkon mendim, po vetëm automatizëm. Nuk mund të kesh një kohë të lirë e cila kërkon punë. Do kërkosh një kohë të lirë me automatizëm. Prandaj njerëzit vrapojnë dhe shohin të njëjtin dëshpërim gjatë ditës dhe dëshpërim gjatë mbrëmjes. Është se dua ta bëj shumë të thjeshtë dhe shumë praktike me ato që un kam vënë re në rrethë shoqërore. Kërkesa për të parë filma të lehtë, pra në sensin shohim komedi. Jo, kjo është. Është ka të bëj me këtë? Ka të bëj pikërisht me këtë. Do thotë shpirti ynë gjatë ditës nuk është regjistruar në protokollin e ekzistencës. Kemi ekzistuar me shumë pak shpirt gjatë ditës. Në qoftë se do të shkojmë në mbrëmje, do themi do ekzistojmë me shpirt, krijohet një lloj dhimbje e thellë, një çarje subjektit, cili nuk e durojmë dot. Do duhej punë, shkonim ditë për ditë. Që e them aty, në rastet, në spektaklet ku ka shumë cerebral, shumë krijimtari shpirtërore, të shkonim ditë për ditë dhe të stërviteshim. Në punë, gjatë ditës? Jo, në mbrëmje. Në mbrëmje, jo gjatë ditës, në mbrëmje. Puna e vërtet e njeriut nuk është, shikoni, Kanti e ka thënë dhe e them gjithmonë, përdorimi publik i arsyes, përdorimi privat i arsyes. Po i bie shkurt. Përdorimi privat i arsyes është kur jem punë. Gjithë mendojnë që është përdorimi publik i arsyes kur jem punë. Jo, thotë. Ti je i privuar nga përdorimi publik i arsyes tënde. Kur je në punë? Në punë ti e ke arsyen të privatizuar nga puna, nga lloji punës, të privuar nga disa funksione. Ku ngelesh ti, thot, publik, prandaj Kanti thot, ke vërejtjet për punën tënde, bëj si subjekt publik, ku në kohën e lirë
Okej. Në qoftë se ti gjatë punës si thua shefit, kjo punë nuk funksionon kështu. Ti ikën nga puna. Prish, jo, po ti prish sistemin. Po. Do ta bësh këtë nga pozita e intelektualit kur ti ke përdorimin publik të arsyes. Pra, kur je i lirë, pas 8 orëshit, ti bën një projekt të saktë sepse ti je subjekt i lirë. Ne çfarë më duke thënë? Me kalimin e kohës, duke shkuar drejt formave të punës së bezdisur, ne na u desh të bënim kohë të lira të bezdisura. Ti ngushtonim dhe subjekti ra në banalizim të përhershëm gjithmonë më progresiv. Dhe sot ti mund t'japësh jo Big Brother. Do ketë më keq. Ne do shohim gjithmonë më tepër banalizim. Dhe njeriu do jetë gjithmonë më tepër ngrohtë. Në banalitet. Sepse nuk do I prishet rendi I ekzistencës minimale. Pra, aty që ka nisur gjatë ditës, do ta vazhdoj edhe në mbrëmje. Në mbrëmje. Po çfarë ndodh nëse një shoqëri vazhdon dhe kultivon këtë lloj mënyre të jetuari për një kohë shumë gjatë? Derisa bërë pyetjen e di përfundim. Do thotë, ne po shkojmë pra, çfarë është kjo shoqëri? Kjo do të jetë e gatshme që nëse ne I rekomandojmë sot përdorimin e inteligjencës artificiale, thotë pse jo dhe këtë. Pra kur përmenda Kanti ka një nga eset më të famshme, ç'është iluminizmi, dhe fillon me frazën sapere aude, të guxosh të dish. Dhe çfarë është duke I thënë, duke rekomanduar, e thotë ti nuk ke nevojë për mësues. Librin ta kesh, po ti duhet mendosh vetë. Priftin ta kesh, po ti duhet ta shenjtërin, duhet ta mendosh vetë. E fton njeriu të jetë subjekt I plot. Ne sot do ta ftojmë progresivisht ta delegojë inteligjencën e vet te mjetet, te ekranet, te teknologjia dhe ky njeri I lodhur nga përdorimi I inteligjencës, I peshës emocionale, do kërkoj filma të dobët ku nuk I ka këto skenat që lëviz kamera në muret e Romës për të krijuar dramaturgjitë e kohëve, duke e vendosur një realitet italian me mediat, gazetarët, me starët e kinemas, me problemet e përditshme, me divorcet, me dashuritë, kjo do ta lodhi. Do I duhet komedia, e të cilën madje e ka si komedi që përsërit një tjetër komedi. Komedit po t'i vini re ngjajnë, sepse edhe skenare do kenë dialogje që I njohim. Se komediant vetë nuk është e dobët, mori, jo, po flasim për komedi të... Komedia ja vlen. Po komedia filmike sot, ashtu si filmat e aksionit, janë ripërsëritje skenave. Pra producenti I thot skenaristit I keni bloqet. Është tamam si film me protokoll. Shkojmë në spital, ka protokoll. E njëjtën krijimtarinë artistike. Do kemi protokoll. Kjo frazë është shumë e bukur, por është tepër inteligjente për publikun. Pra e bëjmë mirë publikun budalla dhe pastaj për frazat, pastaj fillojmë bëjmë frazat gjithmonë budalla, që dhe krijohet një dialektik mes një publiku më budall dhe frazash më budall. Dhe kjo është pyetja, ku po shkojmë? Te përdorimi I inteligjencës artificiale, derisa ne po bëhemi budalli. Po bëhemi. Thim pas nuk ka? Duhet ndodhte zgjimi të një brez I ri, kishte thoshte boll. Por nëse ti e ke edukuar me delegimin e inteligjencës që në klasët e ulta, do të shoh librat. Do shikoni për poezinë. Ne nuk kemi edukuar leximin e poezisë. E vërtet. Okej. Nëse ju nuk keni krijuar diagrama, çarje, kuptimore të shpirtit që vijnë nga fonema, nga tingëllimi I poezisë. Në tingëllimi I poezisë ka ritmikën, ka timbrin, ka trokun e vargut, do të ka disa përbërës, një varg ose një strofë poetike, ka ndryshime, si thua, zërit interpretimit, dhe aty kur një fëmijë edukohet, jo ta mësoj përmendesh, edukohet me leximin e poezisë, ai ka krijuar një gamë kuptimore dhe ndjesore ku mund të strehohen semantika ose bloqe ndijore gjatë gjithë jetës. Nëse ju nuk ja keni hapur këtë hapësirë të brendshme, ai nuk ka si ta kërkoj. Është thjesht, nëse ju nuk I keni thënë fëmijës, dëgjoj një arje muzikore, fëmijë, ai natyrisht do dëgjoj format më surrogate të muzikës. Nuk do I kërkoj këto. Kështu shkon kjo,
Fëmia është një lloj thithësi. Po ja hapët kapacitetet e thithjes, ai bëhet një horizont më vete dhe ripërsërit një botë horizont. Qofse ju ja ngushtoni këtë gamë, atëherë bota që do t'i visi horizont do jetë aq e ngushtë sa shpirti vet. Të shkojnë. Mua më duket sikur brezi i ri, faktor unë kështu e gjykoj, ka një etje për kulturë. Pra do të thellohet her pas here, duket se ka një tendencë për të shkuar tek një muzikë më kuptim plot, për atë që po flisnim, tek filma që kanë atë thellësinë për cilën e diskutuam. Nuk e di si e shihni këtë. Tani, përvojat tona janë të ndryshme. Unë kam bërë përvojë si pedagog shumë gjatë. Okay. Dhe me numër shumë të madh. Natyrisht nuk mund të them, përvoja juaj është juaja, sepse jeni më afër brezit të ri. Jeni vetë breziri. Jo, mbase ju jeni më afër për vetë faktin që keni pasur aty në auditore. Por nuk është faji brezit të ri kur them, është sepse brezi i ri është rinia e brezit. Jo, nuk po i gjykoj si faj. Jo, unë mund të përshkuptojsha, unë faji brezit të ri nuk është. Padyshim. Do thënë, ajo forse që gjeni është fakti i rinisë së brezit. Ajo smundja që gjej unë, është smundja që kemi futur të breziri. Pra thash, rinia e brezit do t'i çojë detyrimisht të kërkojnë. Çështja është çfarë mjetesh i kemi dhënë ne. Do thënë, nëse ju keni një fëmijë nesër, ju keni në dorë të jepni atë që ofron më shumë realiteti. Po ju keni në dorë të jepni edhe atë që jeta e përmban. Realiteti dhe jeta janë dy gjëra të ndryshme. Realiteti është një tashme që ju jepet. Jeta është shumë e realiteteve që ju, si një brez para rendës, keni parë. Do thotë, ju mund të keni të moshës tuaj, po mund të jeni të moshës gjyshit tuaj. Varet nga njeriu. Unë insistoj të kjo, sepse vërtet e ndjej që ne po i lehtësojmë kapacitetet. Po i ulim kapacitetet. Do të thotë, po ti referohem viteve 60. Në vitet 60 është kulmi i muzikës. I llojeve të muzikës. Dhe me kalimin e kohës ka reduktim në muzikës. Të llojeve të muzikës, po. Tani, dikush mund më thotë brezat ndryshojnë. Dhe mund kuptoj që do të synon me atë të më thotë mua, nuk i kupton ti muzikën që bëhet sot. Mund të ketë të drejtë. Je shumë i vjetër, do thotë. Por duhet bëjmë pyetjen, nëse unë pëlqej muzikën e 200 vjetëve, pse që nga kaq e vështirë të kuptohet që mund të kem drejtë të mos kuptoj muzikën e sotme? Nëse unë do isha njeriu që do thosha Verdi, s'vlen Chopini, s'vlen Listi, s'vlen Schumanni, s'vlen Mahler, s'vlen Okej, ai do thoshte që ti s'merr vesh nga muzika. Ti s'merr vesh nga muzika, ke shumë ngushtë. Por unë pëlqej gjithë këto. Pastaj pëlqej swingun, pëlqej jazzin, pëlqej bluesin. Pastaj jam fan i rockut klasik. Atëherë më falni, mua nuk mund ngon diapazoni kuptimësisë muzikës. Unë më pëlqej Eminemin. Absolutisht është i mrekullueshëm. As diskutohet. Por duhet kuptojmë që është një blok, pra, gjithmonë më them për blokun ndijor, blokun ndijimor, ky blokun ndijimeve. Kur e ka ky autonomin të jetë blok arti? Kur një afekt është afekt arti. Kur është një percept, do të thotë po flas me gjuhën e Deleuze, kur një vepër arti ju krijon aftësinë për një percept. Ju jepet si percept. Do të thotë që nuk është çështje jepet si perceptim. Jo, ju prodhon një notë të re brenda diapazonit perceptimit tuaj. Pra ju perceptoni diçka krejt tjetër. Do të thënë, kur ju shihni Velázquez sot, ose do të keni ca autor flamand që kur e shihni tablon nga afër, ju dalloni një tantel, marr vetëm një rast, një tantel që ka një finesë të punimit. Dhe pyetja e parë nuk është domethënë sa e bukur, sa është ndoshta gjyshja ka bërë aq bukur. Çështja është me çfarë
stili me penelat, me penel, ky ka arritur të realizojë këtë saksi. Dhe arti mirë, një pjesë të pyetjeve ka tek genialiteti teknikës. Do thot një tablo ju fton ju të bëni pyetjen sa i madh teknikisht, sa e fuqishme teknikisht është gjenia e piktorit që ka realizuar me bojra vaj dhe me penel tantellën që gjyshja bën me grep. Kjo pyetje është, si thua, pyetje e rendit të teknikës, por pyetja e rendit teknikës nuk ngelet aty, sepse në fakt bëhet menjëherë pyetje e rendit të kompozimit. Si i shkoi ky njeri te shpërndarje e tillë, si thua, subjekti, gjeti subjektet, i vendosi subjektet tilla në tablo, dhe tani po flas pak me frazën hegeliane, për të vendosur në rendin e mizerabilitetit përditshëm të vdekjes, të njeriu të vdekshëm, diçka prej projekti ngjashmëri me Zotin. Hyjnor. Ai nuk është thjesht një piktor, ai po tregon magjinë e gjenisë artistike në një objekt tërësisht profan. Dhe këtu nuk është më thjesht një piktor teknik, një mjeshtër, një gjeni teknikës, është një gjeni kompozicionit. Dhe kur flisja për kineman sot, kinemaja sot është kaq e shpejt sa ju nuk keni kohë të shihni mrekullinë e arkitekturës rreth e otull. Në kinema flasim. Në kinema. Dhe çfarë do ju japi ai? Kulla. Se janë gjithë të njëjta. Kineman do ju japi kulla. Luksin dhe dominimin e kullës. Luksi dhe dominimi i kullës është një luksi për të mos parë. Gjithmonë them shakon, nga ura domon përballë New Yorkut, ju shihni një panoramë New Yorku me ato kullat natën, një mrekulli e pat. Mbaroj? U futët brenda. Heset nëpër New York, nëpër Manhattan. Ngrini kokët, xhamat përsërisin njëri tjetrin. Kulla nuk i ngjan kullës, dakord. Po kaq. Kaloni përpara operës Garnier. Mund kaloni 30 vjet, 40 vjet. Nuk keni mbaruar me i fasadë. Me detajet e fasadës. Nuk i kemi parë të gjitha detajet e fasadës. Ju kaloni përpara Santa Fiorës. Futeni. Mermeri i kolonave Santa Fiorës. Që është gjithmonë mermeri me ngjyra. Po. Është më i qepsës. Pra, ju nuk kërkoni astronomikisht numrin e madh, gjerësinë e madhe. Kërkoni detajin e hollë. Dhe ky detaj i hollë është një atom që ju premton, që ka brenda protone, neutrone, që ka bozone, kuarke, myone. Jo një inert i madh që s'ka gjë brenda. Cool, po. Dhe njeriu i cili nuk edukohet me finesën e artit, do t'i pëlqejë Dubai. Është cool, sepse i pëlqen dhuna e kullës, dominimi, simboli dominimit. Qartë. Simboli paras, ka shumë para. Por jo finesa shpirtit. Qartë. Unë do doja që të të bëja edhe një pyetje tjetër në lidhje me kineman, duke u kthyer pak tek aktualiteti i kinemas shqiptare, jo aktualiteti i sotëm, po aktualizimi i kinemas shqiptare, që kur ajo ka filluar, përpara se të hidhemi tek teatri. Kinemaja shqiptare, duke nisur që nga kinemaja e mund të jetë pak e gjerë kjo, si pyetje, po unë do doja një përgjigje sa të mundesh ti sintetike, në mundësitë e tua, po them. Kinemaja shqiptare që prej realizmit socialiste deri në ditët e sotme, në vlerësimin tënd, çfarë ka treguar, çfarë tregon, për kë shqiptar flet? Flet për punëtorin, për fshatarin, për emigrantin, për politikanin, për kriminelin, për nxënësin, nuk e di, dhe për çfarë do duhet të flas, pra çfarë do duhet të shohim, ndryshe nga çfarë shohim dhe kemi parë. Tani, natyrisht shkurt do të them, s'kam sa të bëj, po kemi dy fazat kinemas, përgjithsisht para dhe pas rënies regjimit. Kinemaja para rënies regjimit e kishte dogmën të qartë. Pra regjizori lëvizte brenda dogmës.
Brenda Dogmës ai punonte si regjisor, si kameraman, si skenarist, si muzikë, si aktrim, i punonte ato. Pra në atë zonë që kishin vënë, ai luante lirit e veta. Okej. Dhe pati filma të mirë, siç pati filma të mirë të propagandet fëlliqur. Ka filma të realizuar mirë të propagandet në ndyrë. Kur mbi regjimi, Dogma shkoi. Pesha bie e tëra mbi regjisorin. Dhe këtu ne nuk di më si të sillim me filmin. Se kemi liri. Okej. Të kesh liri duhet të kesh kulturë të paparë. Do të thënë, luaja me atë kulturë që kisha dhe mund të ushtroja pak kulturë që kisha në dogmën shumë të ngushtë, kështu që kultura ime ishte tepër përballë dogmës. Po, se ishte dhoma shumë e ngushtë aty. Po kur tani dogmës ka, kultura ime është shumë e ngushtë përballë horizontit. Dhe çfarë bën kinemaja shqiptare? Krijon personazhe, do t'japi personazhe të mëdhenj. Do t'japi plane të gjerë. Do t'japi subjekte të rënditës dhe shpesh ajo kinema që është dashuruar shumë e adhuruar në Shqipëri, ka qenë kinemaja e krizave të mëdha. Ka qenë një film i famshëm në bë, se në një familje vum edhe drogazion, edhe prostitutën, e shëmbën atë familje dhe gjithë Shqipëria rinte sa i bukur ky film, vetëm film, sepse vum regjizori, skenaristi nuk rinde dot pa bërë gjithë tragjedinë hyjnore, tragjedinë botërore, tragjedinë kozmike, tragjedinë njerëzore më të shtrirën kohë, te familje. Gjorja mori shpirtin e saj familjes, 5 personazhe kishte, gjithë krizi kishte dhe i quan te këtë ndjeshmëri. Kjo është, domethënë, ta sabotosh ndjeshmërinë e tjetrit me patetik. Dhe kur ti fut patetikën në rol, ti e krijon, në fakt krijon vetëm kushtet për anestezimin total të njeriut. Njeriu po ja dhe vërtet potencën e patosit. Ati si punon më ndjenja, është një sus që tërheq për te koeficientit të elasticitetit, nuk kthehet më susta në vend. Njerëzit nuk kuptonin që ai film i masakroi përfundimisht. Cili është efekti i drejt për drejt që mund t'japi një film i tillë si ky, ku përfshin edhe atë njeriu që punon me mafian, edhe atë vajzën që punon prostitut brenda një familje, pra ajo tragjedia e madhe aty të gjitha të përfshira. Po, para së gjithash, aty ku është meraku ime, para zhduk pritshmëritë e publikut, publiku do gjama. Do patetik. Pra, ti ja zhduk elasticitetin e ndjenjës. E dyta, ti krijon idenë e gabuar që kinemaja është vendi i tragjedisë direkte, të jo tragjedisë indirekte për punimin, dakord? Dhe e treta, ti humb totalisht aktrimin e mundshëm. Cili vallë aktor të ishte ai që Zoti për të mbajtur peshën e tmerrit? Natyrisht ne krijuam idenë që këta aktorë që luajnë janë të mirë. Në fakt ishte një Big Brother i skenuar. Dhe ata luanin me atë që kishin. Pra ne humbëm skenaristin, humbëm regjisorin, në një akt ne zhdukëm aftësitë e kinemas. Përbërësit e kinemas. Dhe s'ngritëm kokën që atëre. Ne filluam me një film të mirë, Vdekja Kalit. Po. Vazhduam me 2 filma, Kolonel Bunker. Po, pra që lokalizonin një dhimbje, diku si krijoi brenda sistemit komunist por e sollën në formë fine ata. Një tragjedi, si ndërtohej nga sistemi, si silleshin njerëzit brenda sistemit përballë kësaj vuajtje. Pra krijuam diferencial kuptimor. Dhe vendosim një film që është Kinkaleria dhimbjeve, vuajtje, dhe i themi këtyre aktorëve tani ju peshën totale të vuajtjes njerëzimit, do ta luani. Atë shkretë, do ta luajt me tyre. Po ne humbëm cilësitë e pritshmërive të publikut. Publiku tani do vetëm gjëma. Shkojmë Kosovë, anë tjetër ku fut. Okej. Ndërton dikush një regjisor e femër, një film të 5 grave që janë aty, duke qëruar specat, që të bëjnë ajvarën, që ta shesin nëpër kavanozë. Dhe rreth asaj tavës janë të gjitha sjelljet
e 5 apo 6 grave, që në një situatë totalisht paradoksale rastësore, na vjen sa gazetarët huaj që e marrin një intervistë, del që të cila ka një tmerr mbi vete të pangjashme me tmerrin e tjetrës. Shikoni tani. Nuk vajti te i familje dhe thot, kjo vuan këtë, ky vuan atë, ky vuan bam. Jo, taf në specave. Ky është një gest skenografik. Ky është një skenar i nënshur. Një skenar i zgjuar. Kthimi. Situata e një njeriu që kthehet nga lufta nga burgu dhe zbulon që gruaja e vet, nga burgu serb, kthehet me vonesë së Shqiu Kosovë dhe zbulon që gruaja e vet ka një fëmijë, se kanë përdonuar, po s'ka pas mundësi si nën ta vrasi. Pra kthehet nga burgu serb dhe gjen fëmijën e serbi, se është në një gruan e vet që është kthyer në burgun e fëmijës vet. Situatë. Ku e ka kjo pasurinë se kjo tragjedi, dakord? Vetëm të ndriçimit dhe kamera. Në fund fare është një nga kamerat më të bukura për mua në kineman botërore. Se si e ka veshur kameramani pas personazhit që shoh në skenën e erët rrugës Prishtinës. Ka bërë një velonate. E ti e gjen tamam analogonin hapësinor klimatik të çfarë ka një shpirt. Një publik që shek të skenë nuk kupton që di tashmë diçka më shumë dhe më hollë. Shu edukon kinemaja. Shu ajo që po thosha për poemën. Kur unë e edukoj me poem, i riz gamën kuptimore dhe ndjesore fëmijës. Ne i themi, mësoj përmendjes, ma thuaj pak përmendjes. Asnjë gjë nuk ka ndjerë. Vetëm e vuan letërsinë si peshë e dhunës. Në vend domethënë që ai ta shijoj, të ndjej, të krijoj. Më duket se të kam thënë një herë një moment. Ne ecim me bloqe ndihmore. Po. Ka ngelur një skenë e filmave komunist, nuk ka rëndësi, ndriçim Zepa është buz një rokeje, në cilin ka dhe gur. Po. Dakord. Edhe unë sa po dëgjoj një rokeje, më del bloku ndihmor, sepse është realizuar kaq mirë nga kamera, sa në fakt njeriu nuk sheh më direkt. Sheh me bloqe ndihmor. Pra, në rastin më të mirë. Në këtë rast sheh me dëgjim. Ti sapo dëgjon atë? Dëgjoj zhurmë pa lidhje. Kujtohet. Prandaj është frazë imazh te Rancieri. Rancieri flet frazë imazh. Një frazë më çon te një imazh, një imazh më çon një frazë dhe nuk e di cili drejton kë. Cilin imazhi frazën, a fraza imazhin. Okej. Dhe aty kam thënë, po proji me rokeja. Rokeja me gurët, kur më shkriuar kaq e fuqishme, sa këtë skenë ma veçoj nga tjerat. Në vargjet e Tanushës. Po. Dakor, kur shpjegimi i bukurisë Tanushës, që kemi te eposi. Është nëse unë skatrohem tani, vetua e saj drejt si Biskaja, shtegu i ballit si shtegu malit, kur me hana me prandu dham të barë si gusht e lumit, fillë mba shiut, kush ndri djeli. Tërë njeriu kur ti e thuin fëmijë, dham të barë si gusht e lumit, fillë mba shiut, kush ndri djeli. Ti ke dhe një pejzazh. Me fjalë. Shtegu i ballit si shtegu malit, kur me hana me prandu. Plus ma ka thënë asnjë mësues letërsie. Për çfarë kam pas mësues në letërsisë? Për çfarë kam letërsisë? Mjeda, e me erë na veshet sforshnjës kur i qeshet nana kumbirta për kulët. Çfarë gjue. Çfarë skenë dhe çfarë dashuri hynore ka i nën. E me erë na qeshet sforshnjës kur i qeshet nana kumbirta për kulët. Muzikaliteti i të mërshëm tani më thuaj ti një popull që edukon një muzikalitet tillë përmes poezisë, a ka nevojë 36 vjeç shtypet për dalë në protestë? E ndjen thyrën në momentin e parë. Ka ndjeshmërinë shumë të lartë. Është edukuar me muzikë, me poemjede. E drejtë. E drejtë. Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. Do kaloj më një herë. Do vetëm një gjë. Do kaloj, po. Thjesht, është një libër Krenar Zenos. Po. E mora vetëm për një moment. Okej. E hap librin me një gjë pa titull. Po.
Nuk kam vargun tani bukurinë e mjedës. Kam një bukuri tjetër, vizuale. Trumbës, vargje, laureshash që kanë vrarë. Edhe cili do që sfilitet si ta rëzoj pren, teksa me vite stërvitet qelin të shënjoj, shpupurisje tingulli, duke marrë në shenjë. Dëgjoni këtë vërtet. Trumbës, vargje, laureshash që kanë vrarë. Se është gjuetar. Edhe cili do që sfilitet, si ta rëzoj pren, teksa me vite stërvitet qelin të shënjoj, stërvitet me vite qelin të shënjoj, lauresha tani, shpupurisje tingulli, duke marrë në shenjë. Palni do. A ka edukim sentimental më të lartë, se ti thuash, a i në fakt ka të goditur gjithmonë kundër një horizonti qellor, me pretekstin se është një lauresh, që në fakt është shpupurisje tingulli, se zogu shpen dhe tingull dhe këngë. Japë që është një poet, të jep një ngjarje, se në një podcast tjetër fola për frazën fenomen, tani po them, të jep poeti një frazë ngjarje, që nga jo ngjarje ti shpërthen kuptim. Dhe 4 dhe ti mutrish me Malarmen, e them gjithmonë me vargje dhe Malarmes, gjithë jetën, mos mërzitë se gjithë jetën ti zbulon se si qahen kuptimet përmes vargjeve. E drejt. Elvis, po do vazhdojmë tek poezia. Por përpara se të vijojmë, do të kemi një hapësirë muzikore. Përpara hapësirës muzikore patjetër dua të falenderoj edhe Bono që na ka mbulsuar gjatë gjithë sezonit. Faleminderit Bono. Shkojmë tek hapësira muzikore dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer, jemi sërish në Kinotek në Sol me Egonin dhe Elvis Hoxha që është i ftuar ynë studiuesi filozofisë dhe përkthyes, po diskutonim për poezinë edhe për thellësinë që ajo ka, për gjuhën e bukur shqipe, që shpeshherë harrojmë këtë, edhe ndoshta është momenti t'u rikujtojmë. Pastaj se çfarë ndodh më pas, besoj është përgjegjësia e gjithë sistemit. Në fakt për të bërë lidhjen atë urën e kalimit midis kinemas për të cilën po flisnim dhe poezisë që ti nise ta shpjegoje, po them. Pyetja që unë do doja të bëja për të bërë këtë kalim është pse ne kemi skenare kaq të dobët. Flas në tërësi se mund të ketë edhe skenare të mirë, nuk e vën dyshim. Sepse nuk kemi letërsi, specifikisht poezi. Nuk e kemi lëvruar. Ne nisëm me kineman pra si arti shtatë që i mbledh gjithë artet dhe i shfryzon gjithë artet. Më së pari nuk ka lexueshmëri, nuk ka lexim, se nuk jemi të detyruar, një skenarist nuk është i detyruar ta shpiki skenarin, historinë, subjektin. Mund ta marrë diku, te romancieri pra të punash, ka prodhuar shkretë tregimtari dhe mund të ketë tregime shumë të mira. E dyta nuk përfitojmë thash nga pasuria e lokacionit. Për shembull, kur lexoj Deleuze-in, thash me Deleuze-in ose Deleuze-in se me që ato citova, një qytet i cili do ishte një qytet i dhënë, si thua një lokacion i patretshëm, i papërfundueshëm, i pambarueshëm, i pakonsumueshëm, është Gjirokastra. Qytetet kanë beçori. Gjirokastra është tamam rizomatik. Është një qytet rizom, do të thotë nuk është Berati, nuk ka të njëjtin shënjues. Prap keni një ndërtim specifik dhe nuk i themi kot qyteti me 1000 dritare. 1000 dritare. Sepse panoramën e ka të tillë 1000 dritaret. Por rizomet ose rastësinë e degëzimeve nuk i ka si Gjirokastra. E në Gjirokastër ti mund ndërtosh skena ose plan sekuenca të njëjtit dramatitet me Venecin. Venecia është një qytet i tillë. Dhe ne nuk e kemi përdorur. Pse? Sepse duke mos shkuar tek skenar të pasur, të imët, me psikodrama të vogla, po që i thellojnë personazhet, kërkojnë aktrim, duke shkuar gjithmonë tek një lloj përdorimi nominalist i gjërave, domethënë nominalist e them në këtë kuadër, domethënë na duhet ham një vakt të pasur,
Edhe i kemi të gjitha sallatën, mishin, po të gjithë janë me ingredientë të varfër dhe të varfra. Nominalisht ju keni të gjitha. Por janë të varfra në ingredientë. Varfria është radikale. Kur ajo pjata ato kur tallen shqiptarët thonë te pjata franceze është pak gjë këtu, pa edhe pak. Është një punim intensiv i shijeve dhe ti e degustimi. E Gjirokastër për shembull do ishte një vend i tillë. Unë shoh Rubikun kur kaloj dhe janë futur në Rubik, posaçërisht nga Rubiku ka vërtet lokacione të shkëlqyera. Një qytet i vogël fare. Po duke qenë se më së pari ne nuk kemi të zhvilluar turizmin e brendshëm. Nuk kemi shijen e turizmit të brendshëm. Ne mund të shkojmë në Dubai, thash, po kullën ton, kullat e mëdha i kemi qef. Kullën ton ne nuk e kemi studiuar sepse ai që është edukuar në shkollën e kinemas ose më mirë ka bërë filma, më së pari nuk ka shkuar të lexojë arkitekturën vernikulare. Ka tekste mbi këtë. Çfarë do të thonë kullat e shqiptarëve? Çfarë do të thotë, thash, kudo që shkoni në përmet, do gjeni gjëra, po do gjeni sende sepse ju e keni gamën e shikimit. Pra syri edukohet. Syri edukohet që të zbuloj. Pra edukohet më së pari që të zbuloj. Dhe në këtë proces bërje, te ne kinemaja si arti shtat në fakt është arti izoluar. Nuk ka lidhje me pasurinë e poemës, muzikë kemi pasur të mirë gjatë komunizmit. Muzika ka qenë shumë e mirë, filma sepse vetëm aty dogma nuk kontrollonte dot shumë. Se smerte vetë shumë nga muzika, po ose ishte edhe më e vështirë, po. Hajde, kalonte diqysh. Por që ti t'jesh brenda artit shtat, duhet të kesh edukim fin me të gjitha pasuritë që të lejojnë gjashtë artet e tjera. Dhe kjo është domethënë që ne shkojmë thash te kulla e madhe dhe nuk respektojmë kullën e vogël. Kulla e vogël është ajo që është tamam me i krahasimi që po bëjmë me Zgarnies dhe Gratascielës. Opera Garnies mbaron. Graciela me i shikim mbaron. Domethënë këto janë shënjues të dominimit. Po shënjues të dominimit janë pikërisht patetizmat e mëdhenj që anestezojnë totalisht, ta humbin anestetike, e dim, ta humb anestezis. Ndjeshmërinë e vret ndjeshmërinë e humb. Ta vret ndjesorin, prandaj një anestezi ti skupton ndryrën kirurgjikale. Pikërisht. Këtu vdesin, kjo është e para. E dyta puna është edukimi. Për të ardhur tek poezia. Ne, për të ardhur te poezia, pastaj te poezia kemi një çik punë tjetër, sepse në gjatë gjithë kohës ekzistencës estetikës, qoftë në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme, thashë vetëdijshme është kur fillon që nga Kanti, sidomos me estetikën, me vendosjen e një estetike transcendentale, të estetikës subjektit, një aparat estetik të subjektit që na çon në njojë dhe në moral. Pra, duke qenë se ne jemi subjekte që kemi aestezis, dhe kjo aestezis operon në imagjinat, dhe kjo imagjinat hyn në lojën e lirë të fakulteteve, hyn në lojën e lirë me intelektin kur bëhet fjalë për të bukurën, hyn në lojë me arsyen kur bëhet fjalë për sublimin, do thot, apo hyn në lojë me interesat kur bëhet fjalë për të këndshmen. Do thot, këto lloj parametrimesh të ndjesorit njerëzor, të estezis njerëzor, do të fillojnë te estetika. Dhe kjo estetik çfarë ka si hall? Ka hallin të kuptoj çfarë relacion është ka me artin, mes artit dhe natyrës. Kjo kulturë që ndërtojmë në vallë, a është tradhtia e natyrës? A është mohimi i natyrës? A shkon në përshtat i shkon natyrës? A rikthehet te natyra? Këto janë pyetje kantiane, për shembull, këto pyetje u përsëritën si nga idealizmi, si nga klasicizmi, te klasicizmi s'kishin lindur, klasicizmi e kemi parasysh gjithë La Bruyère, de Molière, Racine dhe gjithë këta. Këta nuk hyn te ai variant. Te kjo hyn një idealizëm i cili fillon dhe programon romantizmin. Romantizëm që mbuloi pothuaj shekullin e 19. Gjithë shekullin e 19, po. Dhe gjithë raporti është kulturë, natyrë. A jemi qenjet natyrës, a jemi qenjet kulturës. E bukura artit vjen nga e bukura natyrës, ky genialitet, gjenia e Kantit. Ky sens komun estetik që kemi. Vjen prej natyrës? Vjen nga natyra, apo kultura na bën të ndërgjegjshëm që ta rigjejmë te natyra. Pra jemi ndërtuar ne si subjekte që të zbulojmë harmonitë dhe të bukurën e natyrës, është ndërtimi ynë i tillë,
apo është thjesht një veshje kulturore që na bën ne në mënyrë klasore të ndërgjegjshëm për të bukur. Dhe këtu fillojnë pra dhe ndarje politike, estetiko-politik. Dhe kjo estetik politik, lidhje mes estetikës dhe politikës, ose madje edhe me një biopolitike, bën që të shpërthejnë rrymat e artit gjatë gjithë shekullit 20, sidomos në vitet 1880, 1930, rrymat papara, me simbolizëm, suprematizëm, surrealizëm, dadaizëm, të gjitha këto që them, ne nuk i kemi në edukim. Pra mirë kemi munguar në historinë e bërjes tyre. Që si jetonim atëherë. Po, si ishim shtet, kemi pas kritik të mirë. Kemi pas, si thuash, me Ernest Kolliqe, me shkruan e Dimitur Kuteli ka shkruajt ese kritike. Por kësaj hoqëm qafe, në regjimin komunist, nuk i përmendëm hiç, por nuk patëm ne rivizitim, domethënë ne deshëm të ishim kulturë, po pa historikun e kulturës, ose të raportit kulturë-natyrë, ose të raportit estetik-politik. Kështu që edhe mos skuadrimin poem, se për me e hapa gjithë të muhabet, është një pyetje e madhe estetikës. A është arti, ose është teknika imanente që bën artet, a është si thua, dispozitivi poemik i njeriut? Është pyetja heideggeriane, a e banon njeriu në poet? Pra, a banon njeriu natyrën në formë poeti? Pra, kur ndërton gjithçka, qoftë edhe shpellën e kthen në shtëpi, a është një akt poetik? Kjo është pyetje tamam si surrealizmi. Kur bëjmë pyetjen kur është akti i parë surrealist, kur shkruan Superviej, duke Superviej ka, thotë akti i rrotës është surrealizëm sepse e kthen drejt vizor rumbullakun drejt vizor. Pra, bëj një rumbullak që e kthejnë drejt vizor. Nga ana tjetër, ne në gjuhën tonë, e them shpesh, që pëlqen të them, ne kemi urën, fjalën më të lashtë. Ura. Po është urtia, rënja urtisë. Dhe ka paradoksin e bukur brenda. I urti është edhe ai që bëhet urë. Po është edhe i urti në kuptimin bëhet urë për të mbajtur peshën e qiellit. Do thotë, është një përkthim i dheut përballë qiellit. Dhe ura në fundit çfarë është? Ta them pak në formë poetike. Është një shigjet dheu që ai hedh lëngut ujorit, elementi i dytë, për të duke kaluar përmes qiellit. Dakor? I ka 3 elementet, po me drejtim që dielli. Pra, janë 4 elementet e ura. A është lëvizje surrealiste? Pra, aktet e surrealizmit, thot poeti, ose më mirë partizani që vendos poetikën në bazën e arteve, në të gjithë artet, ai do të thot, do të çon një shqiptar thot, po në gjuhën time, unë nuk e kam thjesht si një akt surrealist të kulturës, e kam si një akt origjinor të gjuhës. Dhe këto janë gjetje, si thua, që japin njeriu dimensionin e pedagogjisë poetike mbi gjuhën. Pra nuk do ta flasim mirë gjuhën dhe raportin e saj me lirinë nëse ne nuk do kemi kulturën e poemës. Mund ta themi në këtë formë. Pra, çfarë thash unë, 4 fjalë. Thash gjuhën, lirinë, kulturën, poemën. A është raport romantik? Pra, me pak punë ne vendosim një kohë të estetikës ose të edukimit njerëzor, të edukimit estetik njeriut, dhe pra Schillerit, në kohët tona. Dhe në atë moment jeta e njeriut, që them, është jetë që ripërsërit jetën e llojit njerëzor. Ne nisëm me ekranin, që është ngushtim i jetës njeriut, aq shumë sa ai ka të vështirë të fusi jetën e njeriut dhe kohët e njeriut në jetën e vet. Është problemi. Çështja është si ta edukosh njeriun që ai të jetë vërtet një filogjenez që përsërit një ontogjenez. Jo ta reduktosh. Përveç se ne nuk e kemi këtë formim që ti e sintetizove në kohë, një problem tjetër që e kemi evidentuar shpesh është edhe të lexuarit keq të poezisë. Dhe të kuptuarit keq të poezisë, rrjedhimisht. Është dhimbje tjetër, sepse
Nuk është detyrimisht leximi keq, por është leximi vetmuar, i vetëm, dhe kthehet më njëherë dominus. Çdo të thotë leximi vetëm i poezisë? Po qëllon që një aktor i mirë lexon një poezi. Del atje në skenë edhe interpreton. Del në skenë, del në film, do të ngelet në kokat e njerëzve. Duke qenë se këta njerëz nuk kanë vajtur dhe tonë, ta lexojmë mirë këtë poezinë. Me që ky na i lexoj, ta rilexojmë. Atëre, ai lexim mbetet dominus. Dhe një poezi vdes me një lexim. Pra, bëhet përkatësi e atij individi. Bëhet përkatësi e atij individi, bravo i qoftë. Ai e ka vënë bulën e vet të timbrit, të vokalit, të fuqisë. Okej. S'ka faj ai. Përkundrazi, ai ka hap një liri. Po liria duhet mbështetur. Pra, a mund ta lexojmë ndryshe? Kemi frikë nga liria mbase, kjo është kureshtje. Kureshtje? Nuk kemi kureshtje shumë. Po, prandaj them gjithmonë jemi paradoksal në këtë sepse shqiptari kur thot kureshtje do të thot vetëm se kaq kuresht kjo punë. Dhe është i vetmi që s'ka kureshtje. Kuresht kjo punë. Kuresht kjo. Gjua shqipe është Gjua shqipe i thotë. është. Dhe gjithmonë them gjua shqipe shumë më inteligjente se folsi vet. Nuk e kisha menduar kur. Edhe është gest poetik. Edhe kjo, kuresht. Okej. Do nuk ka gjetur foljen ku mbaron kjo punë. Mund të jetë mbi emrin e ministre, po thjesht ka vajtur tek reshtja që është ka tharjen, ka fundin në kuptimin dhe të ekzistencës dhe të esencës. Fjala resht është shumë e rëndë. Dhe ai e vendos te kureshtja shqiptari. Po në fakt nuk e mban peshën e pyetjes. Pyetja është radikale, pjesëmarrja është dembele. Ndoshta gjua është aq e mençur gjua shqipe sa na ka dhunuar vullnetet shumë e zgjuar, shumë e mençur. Dhe kemi frikë të jetojmë. Sepse edhe ma lejoni ta them këtë se jemi si muhabet. Po, patjetër. Po edhe s'kemi patur edukim poetik. Po s'kemi patur. Edhe s'kemi patur edukim poetik. Unë duhet të them, unë ta pranoj që nuk mund të them s'ka pas mësues poezie sepse nuk e them kur, apo e them thash me që jemi muhabet, da im ka qenë një mësues i shkëlqyer letërsie, këtë e kam nga dëshmitë në nxënësve vet. Edhe vetë e kam para, por ne mësues letërsie në përgjithësi s'kemi pas fare. Po tash në përgjithësi s'kemi pasur fare, kjo përbën një kontradikt. Po vërtet mësues letërsie përmbet të merr. Dhe mësuesi letërsisë është i egzaltuar normalisht. Sa më shumë kalojnë brezat, aq më keq bëhet. Aq më keq sepse vërtet nuk din të lexojnë poezinë. Nuk do të jesh aktor të lexosh poezinë. Aktori është natyrisht lexuesi më i mirë sepse ka vokalin më të mirë. Ka artikulimin më të mirë. Por për të lexuar poezinë duhet të kesh vërtet shqisa. Shqisat vjen edhe dekompozojnë poezinë, po të bëj një analogji. Dhe do më thuash edhe në një poezi të lexuar keq dhe të kuptuar keq, që të bëhet të Dhe tani Elvis do na thoj të gjithë. Mund t'ja interpretoj. Patjetër. Qofse keni kollaj këtu në një kështu se mos di përmendesh poezi, pikërisht si aktori ka për detyrë edhe të di përmendesh poezi. Mirë do ishte që unë dija poezi përmendesh, mirë do ishte, po do të thënë poezia, leximi i poezisë është një zhbërje e aktit poetik. Një dekompozim, dekonstruktim, të thënë. Pra, duke lexuar poezinë, njeriu fillon me postin e shkrimtarit poezisë. Nëse ai e lexon për të konsumuar, është tamam si thash me student në kinemas. Që studenti i kinemas bëhet kineast, duhet gjatë gjithë edukimit vet të dekonstrukojë filmat. Pra, duke zhbër filmat bëhet kineast. Unë si publik i konsumoj filmat, ai dekonstrukton për të parë gjuhën filmike, teknikat e filmit, aparatet e filmit, përbërësit e filmit. Sa më shumë i dekonstrukton, aq më shumë se kapacitetet e përbërësit. Një lexues i poezisë. E njëjta gjë ndodhet edhe me poezinë, pra. Edhe me poezinë. Një lexues i poezisë, duke lexuar poezinë, fillon dhe hyn në kontakt me teknikat, jo vetëm të poetit, thjesht si teknika, ritmi, këto ritmikat, elemente poetikës, por fillon edhe dallon
sikur poeti është i mirë, ritmikat brendshme. Përsëritjet ju kujtohet nga format më triviale, më të fandakshme, më të shpeshta, janë troku i Nolit. Noli ka trok, ka poezi me zhurmë. Po. Dakord? Edhe ka atë ritmik. Kjo është nga më evidentet. Kur hynte Poradeci, kur hynte Mjeda, Si duhet të jesh lexuesi. muzikaliteti është i kalibrit lartë, ti thua, ka sekuencime të llatarshme. Dhe nuk i ndjem, po su edukuam. Kur edukohem pastaj, ti lexon një poezi dhe kupton që është kapitull në vete. Është mbaron poezia. Poezia mbaron si një faqe është, por nuk mbaron. Se ti zbulon, mjaft lexoni Zojq, se më thënë marr Zojq se është poezia e parë në vëllimin e më duket Rilindjes që mbërmbledh poezitë e Poradecit. Personazhi Zogut aty është totalisht romantizmi gjerman për mua. Do thënë, vargu si e vendos ai poetin dhe si ndërton analogonin me shpendin, me lëvizjet e kokës shpendit, ti thua, poeti ka këtë rol. Dhe ti se kupton kur, sepse ai flet për poetin aty në mënyrë evidente, por sa më shumë ti e lexon, aq më shumë kupton çfarë strukture të brendshme tepër të përbër ka poezia. Pra mund ta lexosh pafund një poezi. Ky është dallimi, prandaj këta e vendosin shumë teorician të artit e vendosin poemën në rënjën e gjestit artistik, e lindjes artit. Tamam sikur nga një anë mund të thoshim teknika, gjua është teknik te njeriu, që vendoset teknik që mbi vendoset te njeriu, nga ana tjetër mund vendosim fare mirë idenë që njeriu çdo formë të krijimtarisë vet, të ndërtimit vet, prodhimit vet e ka në fundit një akt poetik. Qartë, tani që ta bëjmë të kuptueshme, më thuaj një poezi që është lexuar keq dhe ta rilexoj mirë. Që është lexuar keq, unë poemin e Mirimit e kam lexuar, është në YouTube. Po, është në YouTube, e vërtet. Ajo është lexuar për mua keq. Keq? Është një nga të preferuarat e mia, prandaj jam shumë interesuar. Ajo është lexuar keq sepse është lexuar si një skenë, kur ajo ka 6 skena brenda. Aty është një fenomenologji e qytetit Shkodrës. Po themi e kushtit qytetar të njeriu. Kur ne lexojmë gjithmonë gabimi me Migjenin është se ne e hedhim Migjenin si akuzues të varfërisë. Migjeni nuk është akuzues i varfërisë, është akuzues i mjerimit. Okej. Dallimi mes varfërisë dhe mjerimit është radikal. Dhe mjerimi nuk e ka vetëm për ata që nuk kanë para, po e ka dhe për ata që janë të mjeruar në pasurinë e tyre. Pikërisht pra, që nuk janë të ndërgjegjshëm kur për varfërinë e tyre shpirtërore. Mund të jenë pasur. Po vrapojnë pas paras prapë dhe janë gati të vrasin gjithë tjerët, është barku i pangishëm. Nuk është i mirë vetëm ai i varfëri atje. Është edhe ky këtu. Dhe kjo është poema e mjerimit, e të gjitha skenave të mundshme të mjerimit. E nëse unë filloj me kafshate, po e fillova me këtë, unë e kam vrarë poemën. E ke bërë poemë të varfërisë, nuk e ke bërë poemë të mjerimit. Varfërisë. Dhe të filloj me kafshat, me këtë ritëm, kafshat. Me termin e inteligjencës që zbulon, jo me një arsye që vendos. Ose marrim recitali malësorit, që është më e shkurtër. E kemi, mund ta gjejmë. Teknologjia mund na ndihmojë. E gjejmë për 10 sekonda. Tani unë do bëhem pak aktor, do ta teproj. Jo, realisht të kuptojmë dallimin si është lexuar dhe si duhet lexuar. Jo, domethënë, ajo mund pranohet, interpretime janë, çështja është që interpretimet e poezisë nuk janë vetëm interpretime vokale, janë edhe interpretime teorike, do të thotë kuptimore. Për të kuptuar çfarë do të thotë autori thellësisht. Dhe mua më ka qelluar rasti ta jap këtu e 20 vjet përpara një kurs pikërisht mbi këtë poezi, duke e lidhur madje atëherë me Heideggerin. Tani, ne dim gjithë që na ka mbetur vesh, ose nuk kam një grush fuqishëm, dakord. Kush po shkruan? Po shkruan poeti. Poeti nuk. Poeti Migjen. Ne bëm revolucionar që do dalit e sheshi e do gjuj patjetër. Poeti
e thot klithmën në dhomën e vetë të mundume nga faktit qenit izolum me sendeve që nuk flasin. Me atë kalesën, Murgeshën Kales, është poeti migjen që nuk mund të reduktohet në një revolucionar të dhunshëm. Militant, jo, mund të jetë revolucionar i vërtet. Po, migjeni është më problem. Migjeni është i dobët. Migjeni është tuberkular. Shëndetlik, po. Ky migjen, do ta kuptojmë këtë, jam mësuesi letërsisë, interpretuesi. Do them, si nuk kam një kusht fort i pimo zemër malit që san. Ta di dhe ai se çdo me thoni dobët në agonit për dridhet si kanë i vram. Tani e kuptojmë direkt. Ky do thot nuk e thot një revolucionar, lugat. E thot migjeni, poeti. Lugat. Si je e trazu me trashëgimtar i vujtjes dhe i turimit. Endem mbi bark të malit me ujë në zgjume dhe me klithmat pak naqunat instiktit. Kur ju lexoni kështu poezinë, kuptoni menjëherë që ky poeti që ka jetuar në bukë, ka qenë mal, ka qenë me malsorin. Ky është lugati që mund projektojë te tjetri vetëm formën lugate. Dhe duke që mos qenë patetik interpretimi, bëhet analitik, bëhet dramatik dhe ju lejon që ju ta ndjeni kur thot ende mbi bark të malit me ujën e zgjume dhe me klithma të pak naquna të instiktit. Ngelsi të vargjet dhe kuptoni fjalët dhe merr një gjithë peshën e fjalëve. Po e recituat ju në mënyrë sintetike, totale, patetike, uja, instikti, humbin. Barku malit s'merr fuqi. Merr fuqi kur e thoni vërtet nga pozitat e një angustie, një klaustrofobie. Një njeriu që thot, nuk kam e thot nga forca, tamam nga pesha e njeriu që se ka këtë forcë. Ai vetëm e ndëron në formën e një smundje mendore. Pra shpothuaj në zgrip të smundjes, të çmendjes. Vendosin i poetin në zgrip të çmendjes. Dhe lexojnë ndryshe. Pra, kur ai thot, nuk mund të thotë, unë lugat si hijet. Është në dhomën e tij e shpjeguam. Nuk e kisha menduar kur. Po e fus në dhomë. Jo, nuk e kisha menduar kur. Jo, s'është në dhomë. Si do bërtasi unë lugat. Lugati s'ka nevojë bërtasi. Ky është lugati si hije e trazume. Hije që ka një psiqik të brendshme, ky ka ngel hije. S'ka më shumë fuqi se janë hije, por është hije trazume shpirtrisht. Trashëgimtar i vujtjes dhe i durimit. Të protesta na vjen nga durimi sot. Ky është trashëgimtar vetëm i vujtjes dhe i durimit. Dy format estetike më të tmerrshme. Dhimbje në vuajtje dhe dhimbje në durim. Ende mbi bark të malit me ujën e zgjume dhe me klithma të pak naquna të instiktit. Mali, hesht, edhe pse për ditë, mbi lëkurë të tij në lojë varimtare kërkoj me gjet një kafshat më të mirë, po mren shaka, shpresa gënjeshtare. Mali hesht dhe në heshtje qeshe, unë vuj edhe në vujtje vdes. Po unë kur kam për të qesha, po ndoshta duhet ma par të vdes. Si nuk kam një grusht fuqishëm mali që hesht, mu zemër me e një shtasho si dridhet nga grushti paliqëm, e unë të knaqem të qesh. Poeti shkon në çmenduri. Në pikën e tij më vulnerable. E shikon sa ndryshon nga leximi, kuptimi një tjetër kuptim totalisht. Leximi është pedagogji. Dikush mund vite ta lexoj më mirë se unë, me kuptime të mirë, ta lexoj me foni, me akustik, me vërtet me i pajisur akustikisht, me vokal fantastik. Por rëndësishme është të bëhet kuptimi i poemës. Varet nga leximi i poemës. Dhe aty ne kuptojmë
që ky kur vendoset në pozitat e malsorit, malsori është figura që sublimon të gjithë vuajtjen dhe durimin dhe endet në bark të malit. Dhe çfarë thot malsori? Kjo ishte tema që unë fusi atëherë Heideggeriane. Malsori thot: unë dua të shpëtoj prej rënjës së emrit tim, malit. Kaq duhet heq. Po shpëtova nga mali, unë mund t'jetoj. Më mban mali, shpresa gënjeshtare, loja varimtare. Jam në këtë mal. Dikush mund ta shtyjë dhe thot, prandaj në 90-ën i lanë të gjithë malet. I tradhtuan me njerë, sepse ishin futur një lojë varimtare, po poeti ishte marrë vesh shumë herët që nuk ishim të denjë t'i jepnin malsorit një jetë në lartësinë e malit, po e lam të endet në bark të malit. Jo në lartësinë e malit, pra, në bark të malit. Poeti bëhet një antropolog. Dhe ju them, po të kishim pas mësues, ne do kishim breza që do kishin kuptuar dhe që do ndjenin vuajtin që do trashëgonin te pasarësit e tyre. Edhe atë vuajtje do ta përmirësonin si gjendje, si artikulim. Ndoshta s'do i kishin shpëtuar njëri tjetrin nga vuajtja, babai birin nga vuajtja, por atë vuajtje do të jepte në mënyrë situatë peshueshme më lehtë në kuptim estetik. Po të kishim mësues letërsie. Po të kishim mësues letërsie dhe mësues historie. Po. Do kishim tjetër realitet. Mirë. Edhe mund t'i kemi. Shpresoj se fundit gjithmonë. Duhet ta kenë qefin për të lexuar. Ti Elvis nuk të pëlqen shpresa, të pëlqen besimi. Pra ti nuk e shpres ti ke besim. Jam shumë i saktë në këtë pjesë. Absolutisht. Mirë, do shkojmë në një tjetër hapësirë dhe do rikthehemi në pjesën e fundit. Bukur. Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të fundit, ndryshe nga herët e tjera, që kemi pas me 3 pjesë. Zgjodhem që për episodin e fundit ta bëjmë edhe një pjesë të fundit përmbyllse. Vazhdoj të jem me kolegen time me Violën. Bëhesh kështu emocional. Tani duhet të mbaj veten edhe me Elvisin gjithashtu. Dhe me këtë gjë që e nise dhe po e evokoj Elvis, po dua që ta mbyllim avash avash edhe këtë podcast. S'kemi mësues dhe na duhen mësues. Mësues për edukimin kombëtar. Pra s'kemi edukim kombëtar dhe s'kemi mësues. Duhet pasion. Duhet pasion, profesion, profesioni është vërtet përbërësi kombëtarizmit në përgjithësi, sepse dashuria për jetën, për praktikat jetësore, vërtetësia e ushtrimit praktikave jetësore, i jep lokales një vërtetësi, një peshë. Po. Dhe duke dhënë një peshë lokales, i jep një autoktoni, një autenticitet. Gjithë këta janë përbërësit e kombëtarizmit. Po. Përbërësit e pasurisë publike. Prandaj çdo profesion është vërtet një mënyrë, një aftësi të jetuarit të pasurisë publike, të pronës publike, trashëgimie shpirtërore. Nuk është ne jetojmë profesionin tamam si mercenarizëm. Shkojmë punë, marrim parat, ikim dhe duket sikur na pagohet qëndrimi në punë. Si diçka të huaj, po. Babysitterizim i përgjithësuar. I profesionit, si diçka të huaj, pra. Profesioni është vërtet mund t'i japë një përkujzim profesionit. Si përkujzim etimologjik është profesimi, në një farë mënyrë. Profesimi është tamam një lloj deklarimi, ligjërimi i artikuluar mbi atë çka bëjmë. Prandaj profesori është ai që profeson. Profesioni është kjo, është një dalje përballë, nxjerrje në pa. E pikërisht një akti specifik të bërit gjërave. Por kjo kërkon që jeta të jetë përsëritje e një dhuntie zbuluar të njeriu. Çdo njeri do të kishte respekt për jetën e vet, në kuptimin që duhet të quante pak veten gjeni. I kthehemi pak përkujtimit Kantit për gjenin, se për mua është një përkujtim atashëm. Prandaj e fut tek sensi komun estetik, domethënë te sensi komun, shqisa e përbashkët, po ta themi ne shqip. Ka shumë sensus komunis, ka shumë rëndësi që njeriu krijon brenda vetes një shqis tjetër, e cila sintetizon kapacitetin ndijor të specifik shqisave, të 5 shqisave. Dhe çdo profesion do ishte një shqis e caktuar. Do kishte më tepër një shqis nga 5 shqisat që orienton më shumë. Por
ajo shqisë që orienton më shumë do donte të përkthehej në shqisën e përbashkët. Po. Pra, shpesh bëj shaka dhe nuk bëj shaka, ne dëgjojmë me sy dhe shohim me vesh. Dëgjojmë me sy dhe shohim me vesh. Okej. Dëgjojmë me sy dhe shohim me vesh, sepse në fundit ajo shqisë e cila sheh më shumë është veshi. Veshi nuk mbyllet kur, as në gjumë, nuk ka orientim. Ka nga ata që kanë gjumin e rëndë. Ka, po syt janë mbyllur aq shumë sa edhe po duhet të kuptojmë që shqisat mund zëvendësojnë njëra tjetrën ose mund marrin punë e njëra tjetrës dhe një gjeni është pikërisht ai që e para sintetizon duke prodhuar sensin komun, sintetizon punën e shqisave dhe e dyta mund të jetë ai që siç e thot Kanti, natyra ose më mirë njeriu zbulon te natyra, ligjet që natyra e ka vendosur. Ligjet që natyra i ka vendosur brenda njeriu i zbulon te natyra. Gjenia. Pra, gjenia në këtë rast është fjala gjini. Gjenia te njeriu përsërit gjinin te natyra, gjini njerëzore te natyra. Te natyra njerëzore me në të madhe, po të shënonim më shumë. Dhe ky lloj procesi, ky lloj besimi i Kantit e çon atë vërtet në parafrazimin një estetike që do të çojë në etik. Në etik që do provojë etik. Do të provojë etikën dhe teleologjin që do të ai, teorinë e qëllimeve. Pra do të kthehet njeriu i natyrës, kalon përmes kulturës për të kthyer te natyra. Ky proces është një proces te filozofët, mbase në historinë e filozofisë është ka proceset më entuziaste, më optimiste. Kanti mund të futet sot në shekullin që flasim, në kohën e dhimbshme në cilën jetojmë ne, mund të futet te filozofët më optimist, pikërisht më entuziast, dhe është dhe filozofi entuziazmit kur flitet për revolucionin. Mund të futet si filozofi më entuziast sepse në fakt nuk e lë njeriu pa shtëpi. Pra, ndërkohë që ne jetojmë në kohë ku të pasurit, më fuqishmit, por na thonë që toka nuk është një destin, një planet i destinuar i njeriu, ne mund të shkojmë dhe diku tjetër. Mund të ikim në Mars, për shembull, mund ta shkatërrojmë këtë tokën. Do thënë, pra, kujtojmë se duke deleguar njeriu inteligjencën te inteligjenca artificiale, duke deleguar njeriu nga toka në Mars, kemi ruajtur njeriu, në fakt. E kemi konsumuar njeriu pa e kthyer atë në gjenit vetvetes. E qartë. Dua të ndalem tek një diskutim që ne po e bënim përpara se të fillonim, flisim pak bashk dhe më dhe një këshill. Tash kam preferuar të qëndroj me këmbë në tokë, se mirë është ndonjëherë mos të qëndrosh plotësisht me këmbë në tokë. Pse? Po me këmbë në tokë, shpreha me këmbë në tokë tregon një lloj realizmi, sjellje realiste të njeriut. Janë dy lloj pyetje. Cili është realiteti që të bëjmë realist? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, cila është mosha kur njeriu është i detyruar të jetë realist? E duke mos qenë se unë duke mos u sjell si realist, pikërisht sepse nuk di përgjigjen e pyetjes së parë, cili është realiteti që të jem realist? Dhe duke i lënë kohë vetes për të qenë pikërisht njeriu i Kantit, nuk kam në një ngut të vendos këmbët në tokë sipas formulës, shprehjes poetike, këmbët në tokë, sepse këmbët në tokë natyrisht i kam, po mirë do ishte që ta themi shprehjen plotësisht, sa më këmbët të vendosura fort mbi tokë dhe kokën sa më lart në qiell. Atëherë do ishim një piedestal, një tempull i të vërtetës, njeriu do ishte tempulli i Zotit vet. Por do të thënë nuk do doja që të rinj të cilët i kanë kapacitetet e tyre intelektuale në pjesën moshën më aktive të masin potencialin të mundshme në tyre me një realitet që është tepër i vakt. Do të thënë është një realitet që flet aq pak sa për të qenë realist do duhet të ekzistoni pak. Do t'ja shtoni para jush mundësin për të bërë këtë zgjedhje sa më vonë. Ne si popull e këtë zgjedhje bëjnë shumë shpejt. Dhe prandaj ky popull nuk prodhon dot shoqëri. Shoqëria është vërtet masa e një populli që bëhet realist shumë vonë. Realist në këtë kuptim. Po, patjetër.
që s'ke, domethënë realiteti nuk na përgjihet në pritshmëritë tona, atëherë ne duhet të turkasim realitetin. Ja. Po të kishim. Funksionon. Ja, nuk funksionon sepse kjo e zhbën realitetin, e bën akoma më të dhunshëm dhe një brez më pas duhet bëhet realist edhe më herët dhe më shëmtuar. Prandaj ne shkojmë drejt realiteteve të ngushtë. Duke shkuar drejt realiteteve të ngushtë, drejt poemave që nuk ekzistojnë, nuk punojmë vetë që mos kemi horizont. Mendojeni se unë jap shumë shpesh shembull për ta kuptuar këtë perspektivën e pikturës. Perspektiva pikturës është një aparat kuptimor vizual që ndërtoi njeriu në 1440 në formë tamam me Albertin, me traktatin e Albertit dhe po ashtu me shkrimet të Da Vincit, edhe me punë sistemike praktike të Brunelleskit, krijoi idenë e horizontit. E për të krijuar idenë e horizontit, pra të krijonte një tablo kuadër që ta ndante, të vendoste gjëja parë që mendoi çfarë do vendoste, linjën e horizontit. Pra njeriu që të bëj, si thua, në prezantoj një botë në të cilën duhet të ketë një soliditet mbi të cilën të eci, me këmbë në tokë, më së pari duhet të ketë një vi që pajton pafundësinë e qiellit me kushtin e tokës. Dhe ku e vun ata njerëz atë vi, në njësin matse ndërtuar pikturuar një njeri, dhe në lartësinë e syrit të njeriut që ishte në cep tablos, vendose një vi paralele me kuadrin, me kornizën, dhe quajton horizont. Dhe në atë horizont tanë këtu ju keni drejtën pikën e ikjes, aratisjes, ta vendosni ku të doni. Dhe vendosën pikën e horizontit dhe bënin linjat e aratisjes, e ikjes, si të doni. Linjat e Perspektivës, po. Këto linjat perspektivës, se një piktorët nuk do mendonin ndërtonin horizontin, këto pikat perspektivës do vendoseshin o do binin brenda në tokë, pra njerëzimi do futen në mëdhe, o do shkonin do përfundonin në qiell, njerëzimi do ishte në një qiell jo politik, do ta thosha me gjuhën e filozofëve të politikës, filozofëve të antropopolitikës, pra do ishin në qiellin ku nuk ka përcaktim kufish. Sa as në ujë, as në qiell nuk pikturon dot vijat e sovranitetit, kufit. Vetëm në tokë mundi përcaktojmë. Në tokë, po në tokë nëse ti përcakton më shpejt se ç'është horizonti, ti e ke klaustrofobinë e të ardhmës tënde të garantuar. Pra, nëse vendos këmbët në tokë, kujdes se do rrëshosh horizontin. Dere për më vonë, përshi horizontin. Shumë e rëndësishme të shosh horizont. Gjithmonë njeriu do të ketë horizont. Ne nuk e vërtet horizonti i kuptimit. Ky është horizonti i kuptimit. Do në plani kompozimit do thoshte Deleuze për qenë të Deleuze, edhe pse më shumë keq se kam pasur Deleuze për sa vite. Apo do thoshte demokracia si praktik rasieri, apo do thoshte poema si akti që vërtet mundëson poezinë, do të them, dhe Heideggeri po për një lexim i artikuluar i Badius, apo do ishin hapësirat e diskur imazh, diskur figurë, ligjërim figurë tek Lyotari. Këto përcaktojnë rendjet horizontit. Do shkonim te Leibnizi, i cili është pikmonadën për të thënë që ne jemi në pikat të tilla të universit nga ku vërtet çdo monad shpreh një horizont universi. Të gjitha frazat e filozofëve prodhojnë një lloj entuziazmi të brendshëm të njerëzit. Që të ne ti bënim njerëzit realist, hoqëm filozofin nga edukimi. Që t'i bënim njerëzit pa pritshmëri, hoqëm poemën nga edukimi. Që t'i bënim njerëzit që të pranonin vetëm kapjet e artit prej ligjërimeve publicitar dhe tregtar, ne zhdukëm dijen e vizatimit dhe ngritëm në pjedestal kuratorin dhe kritikun e paguar. Kështu që ja prem gjithë portat kuptimeve historial të krijimtarive. Dhe njeriu mbeti vetëm në realitet të vrarë. Po të jetë realist, do jetë i vrarë. Ashtu.
Unë e di që kohën e lirë ti e sheh pak më ndryshe nga sa mund ta shohim ne ose mbase nuk e shohim më po njësoj siç e shihnim përpara kësaj bisede, por sidoqoftë mbase për të zgjeruar pak horizontin edhe për të guxuar ti mbash këmbët pak larg nga toka në kuptimin figurativ të fjalës, cilat do të ishin disa nga sugjerimet që do t'i jepje të gjithëve për të lexuar në këtë verë. Ose edhe filma, ha? Edhe filma, patjetër. Madje unë do isha më shumë te kinemaja, po megjithatë ti the edhe për të lexuar. Po, libra, filma, unë shiko, për libra ka plot. Okej. Do të thonë, por është ai durimit. Që ta fillonte njeriu për shembull me lexim, të mësoj pak me leximin, ta duronte, lexoj Sherlock Holmes. Është mrekulli, mund të lexoj. Kam rekomanduar gjithmonë Shqip për bukurinë e Shqipës dhe për bukurinë e situatave teatrale, Prokop Gjergon kur përkthen klasikët, klasicistët. Prokop Gjergon është një mjeshtër i përkthimit, klasicizmit, për shembull. Kunderën, ka lexuar si autor. Është shprehje e papare e një realiteti që ne mund ta ndjejmë pak edhe si shqiptar, edhe pse është çek. Jo vetëm për gratë, kjo e vlefshme për mua, si shkrimtare që e adhuroj sepse është ndoshta, aty thua mos vallë, do të thënë shkrimtaria nga një grua është e pakapshme për mashkull. Do të thënë s'jam mbrin dot. Duras, Margarit Duras, gjithën. Qa s'ka, nuk e di... Vetëm kam ble romanet e James Ellroyd, i lexoj gjithë sepse është ai bashkë me janë si sa romancier amerikanë, cilët kanë një aftësi të historibërjes me arkiv, vërtet përshkruaj një realitetin e një Amerike aq të madhe e tjerë. Po janë sa Philip K. Dicku, domethënë që luan në distopinë e këto, domethënë. Distopinë në këto kohë do ta kisha promovuar të lexojnë. Me Aldous Huxley e këta. Dhe vërtet do t'i thoja të lexojnë pak me që kam përkthyer vetë në shqip, Baudrillard, simulakra dhe simulacion, simulakra dhe përbindja simulimi si doni, domethënë. Kështu që simulimi ka. Simulakra dhe simulimi, po. Simulakra dhe simulimi, aty do doja vërtet që të reflektonin pak për reflektimet më hershme që na zbulojnë se jemi shumë bon në reflektimin e tashmes. Do ka lexime sa duash, si ka që lexon, pastaj për filma është shumë kollaj. Ekziston një botim gjithmonë amerikan në gjuhë tuaj, kudo. Edhe bëjnë dhe vende të tjera, shtete të tjera, 1000 filma. Është enciklopedi filma. Ka 1000 filma. Baron, bën një mund t'i gjendet kudo, unë e kam shkarkuar vetë. Ulesh dhe shem gjirë Kurosavën. Estetike shkëlqyer. Më Shakespeareani i lindjes. Është vërtet Shakespearean. Do të thënë ndjen tragjedin, dramën që ka brenda, personazhet, atmosfera, ai shiu që bie gjithmonë, domethënë pafund në estetikën japoneze. Ka merr kinesti merr Lumetin, e merr ku diun, i merr me grupe, domethënë Hitchcockun aty e shoh çdo 10 vjet i rikthehem dhe e shoh gjithë. Është shumë kollaj. Ka pastaj Godari e këta janë sa francezë që janë kinast të shkëlqyer, sidomos që vinë nga Nouvelle Vague, do të thënë këtej. Qartë. Ka vetëm duhet hysh në atë jetë, që është jetuar i vërtet. Qartë. Dhe ne shpresojmë që të kemi ndikuar sadopak së pari tek ne, po edhe tek dëgjuesit tanë që të hymë në këtë lloj jete, në këtë kohën e lirë të pushimeve verore. S'paguan? Pikërisht, nuk paguan. Tani, meqense ne u bëjmë dhuratë gjithë të ftuarve, është një bilet Cineplex pa datë, që do të thotë kurdoj që mund të ketë një film që ty të intereson ta shohësh, mund të shkosh me dikë tjetër sepse është bilet dyshe. Në njërin nga kinemat Cineplex. Urdhëro. Do falenderojmë shumë që je i ftuari që mbyll perdet e Kinotekës për këtë sezon. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën. Ishte kënaqësi. Përpara se t'ju falenderojmë ju që na keni ndjekur, falenderojmë edhe çunat, Arten, Martin, Vini, gjithë me radhë dhe faleminderit për punën e mirë që keni bërë. Ju kemi xhan. Faleminderit ju miq të Kinotekës që na keni ndjekur përgjatë gjithë këtij sezoni. Uroj që t'jeni kënaqur, uroj që të keni shijuar çdo episod dhe të keni marrë mësimet më të mira prej tyre.
Ne do të vijojmë të jemi këtu për të bërë punën tonë sa më mirë të jetë mundur, me qëllimin e vetëm për të sjell informacion cilësor, biseda që të mbajnë vërthyer dhe një kohë të lirë cilësore. Përpiquni që kohën e lirë vërtet siç edhe dëgjuam edhe mësuam sot ta shfrytëzoni në një mënyrë sa më përmbajtësore dhe përmbushse dhe punëtore. Sa më punëtore. Unë ju uroj Viola dua të falenderoj ty gjithashtu përveç se falenderoj. Ishte një se tash po bëjmë kështu falënderime në kamera. Haruam falenderoni njëri tjetrin, po besoj ishte një sezon i gjatë edhe vërtet mendoj që ke qenë një plotësuese që ma ka bërë më të lehtë gjithë të rrugtim edhe dua të falenderoj me gjithë mend. Faleminderit Egon, këtu jemi gjysma njëri tjetrit. Ne ju urojmë që ju të gjithë kaloni pushime të mbara, të qëndroni në valët e Radio Sol 89.0 FM, programet e Radio Sol, të na ndiqni në YouTube edhe për episodet që mund të mos i keni parë gjatë këtij sezoni, por edhe për programe të tjera në YouTube thash, në Spotify, në rrjetet tona sociale, në Instagram, e kudo tjetër dhe sigurisht gjatë verës, si thot Viola, kur na shihni edhe mund të na flisni se na bëhet çefi. Në Juve sa do jemi, kështu që. Pafshim, pushime të mbara. Pushime të mbara, mirupafshim. Kino te cansò, drita në çdo skenë 120 minuta mendime që s'len, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kino te